Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ky është emisioni Pressing. Presidenca e saj për 5 vite ka qenë jashtëzakonisht dinamike, sidomos në përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit. Të shtunën ajo përmbylli mandatin e saj 5 vjeçar dhe sonte është me ne për diskutuar për 5 vjet të shkuara, pra në presidencë dhe për të ardhmen e saj politike. Sonte, ekskluzivisht në Pressing, është presidentja Vjosa Osmani. Mirëmbrëma, presidente, kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem këtu. Thash që ka qenë shumë dinamike 5 vitet të shkuara, pra nuk është zakonisht e zakonshme një president me pas shumë dinamike presidencën, pra gjatë mandatin e saj, zakonisht këto poste shërbejnë edhe për president nivelit ndoshta edhe më të ulët, ku nuk është i njëjti intensitet, po do diskutojmë pastaj. Megjithatë, pyetja parë është si do donit ju të përshkruhej presidenca juaj? Po më pëlqen ajo që e thatë ju, dinamike, po do të janë dinamike dhe me integritet. Një presidencë e cila vendimet i ka marrë duke u bazuar në parime afatgjata e strategjike, e jo në kalkulime të shkurtra, dhe një presidencë e cila, si që dini që nga dita e parë, e kam pas model presidentin historik Ibrahim Rugova, rrjedhimisht edhe ka qenë presidencë dinamike, si që ka qenë edhe gjithë puna e tij, sa do që në kushte komplet tjera dhe në kushte shumë të rënda. Për ne kanë qenë disa themele dhe bazamente që ka qenë domosdoshme t'i ruajmë, të cilat janë testuar gjatë këtyre 5 viteve. Është testuar, si që dini, siguria e vendit tonë në njërën anë, janë testuar pastaj edhe aleancat në anën tjetër. Për ne si presidencë dhe një presidencë që ka ardhur jo vetëm nga vota në kuvend, por edhe nga vota e qytetarëve, sepse si që dini unë kam dalë edhe në zgjedhje vitin 2021. Pikërisht për ne ka qenë e rëndësishme që të tregojmë jo vetëm maturi, por të njëjtën kohë të tregojmë qëndrueshmëri, të tregojmë që shteti nuk përkulet para asnjë presioni, qoftë ai presion që vije për shkak të rrethanave politike të brendshme, qoftë ai presion që vjen për shkak të rrethanave gjeopolitike, dhe këtë e kemi mbajtur. Pra, po kthehem te ajo që e thash në fillim. Integriteti ka qenë alfa dhe omega e këtij angazhimi në radhë të parë. Kjo ka nënkuptuar ruajtjen e integritetit territorial të vendit tonë. Në radhë të dytë ka nënkuptuar ruajtjen e integritetit të aleancave tona, të cilat janë të domosdoshme për të parën. Dhe në radhë të tretë ka nënkuptuar integritet në vendimarrje. Kjo nënkupton ruajtjen e bazës ligjore dhe kushtetuese të veprimeve, po të njëjtën kohë dhe integritet moral. Të marrësh parasysh gjithnjë interesin qytetar, të sigurohesh që askujt si punon me hile e prapa shpinës, të sigurohesh që ndërton besim në relacione, qofshin ato brenda, qofshin ato jashtë, dhe të sigurohesh që pavarësisht pasojave apo kostos që e paguan, ta ruash gjithnjë këtë integritet në marrjen e vendimeve. Natyrisht që askush nuk është i pagabueshëm përveç Zotit, dhe ne jemi njerëz të gjithë. Pra, unë nuk pretendoj që çdo vendim për gjatë këtyre 5 viteve ka qenë perfekt, përkundrazi, por çka e them me bindje të plotë është që gjithnjë ka qenë qëllimi i mirë, gjithnjë ka qenë qëllimi që të mbrohet vetëm e vetëm interesi qytetar dhe i shtetit tonë. Ju përmendët, pra, keni hyrë në presidencë pasi që keni hyrë si gruaja më votuar në historinë e Kosovës në atë kohë, pra mbi 300.000 vota që i kishit marrë. Ndërkohë tash, me që e përfunduat mandatin... Mes burrash e grash, në fakt, ka qenë jo vetëm mes grave. E vërtet, politikani keni qenë neve grave pak me na ndo kështu. Më i votuar, gabimi imi, sigurisht me drejt. 300.000 vota deri në atë fazë nuk i ka marrë askush prej politikanëve të Kosovës që nga përfundimi i luftës, pra si kandidat veç e veç. Po ashtu, pra një sondazh i fundit është, i ditëve të fundit është që kënaqëmëria me ju është mbi 75%. Fakt, keni pas nivelin shumë të madh të kënaqëmërisë së qytetarëve në raport me punën tuaj si presidente. Pra, diku e kam para vetes fakt një sondazh është diku shumë i kënaqur 29%, i kënaqur 45.3%. Beson që kjo është një vlerësim për ju?
është vlerësim për punën, do të ja ekipore të presidencës të institucionit, të cilin unë kam pas nderin dhe përgjithsinë e madhe që ta udhëheq përgjatë këtyre 5 viteve disa muaj, sepse si që dini njëherë isha edhe ushtruese e detyrës, por në të njëjtën kohë na ka jap një mundësi të jashtëzakonshme që në kohë jo të lehta për vendin tonë ta përfaqësojmë denjësisht çdo qytetar të këtij vendi, pa dallim partie, dhe të njëjtën kohë të japim zë Kosovës në platforma që kur nuk kanë pasur zë më herët. Unë i falenderoj qytetarët që kanë qëndruar me ne në çdo moment, dhe këtë po e vrejmë edhe këto ditë kur po i takojmë krejt spontanisht, mbështetjen që ata po e japin, vlerësimin që po e japin për këtë punë dhe për këtë angazhim është e jashtëzakonshme, dhe i falenderoj nga thellësia e zemrës secilin prej tyre. Po të njëjtën kohë dua secili prej tyre ta di që ata kanë qenë burimi i frymëzimit për krejt punët që i kemi bërë, për shkak se gjithçka ka filluar nga ta. Pra, baza e besimit kur është qytetari i Republikës së Kosovës, atëherë kjo t'jep fuqi që të përballesh edhe me sfida shumë të mëdha, qofshin ato brenda vendit apo ndërkombëtarisht. Ne kemi arritur përgjatë këtyre 5 viteve që ta vendosim Kosovën ndër pjedestalet më të larta të përfaqësimit ndërkombëtar, ta antarësojmë në organizata ndërkombëtare ku Kosova nuk do të mund të bllokohet, të arrijmë që të konsolidojmë zërin ton në shumë vende ku Kosova kur nuk ka pas zë më herët, siç është samiti i NATO-s, ku ne u ftuam në Washington DC që në nivel të presidentës ta përfaqësoj vendin ton, dhe traditemi me shtete që ishin shtete anëtare, ende pa qenë shtet anëtar, ende pa qenë PFP, ende pa qenë me çfarë do lloj statusi brenda kësaj organizate. Në njëjtën kohë ta bëjmë Kosovën shtet themelues të Bordit të Paqes, një organizatë ndërkombëtare të udhëhequr nga partneri ynë strategjik, dhe jo vetëm shtet themelues, për shtet i respektuar baraz me shtetet e tjera jashtëzakonisht të mëdha, qoftë për nga popullata, qoftë për nga fuqia ekonomike, dhe të hapim dyrë me shumë shtete, të sjellim njohje të reja, të sigurohemi që arrihet liberalizimi i vizave duke punuar me secilin lider veç e veç, dhe jo vetëm me Bashkimin Evropian, por edhe me shumë shtete të tjera, po në të njëjtën kohë do të edhe të hapim dyrë me shtete që në të kaluarën nuk është që kanë menduar fort se Kosova ekziston. Dhe kjo është një e arritur e rëndësishme për popullin e Kosovës, sepse sa më shumë dyer që hapim jashtë, sa më shumë miq që neve na besojnë, aq më e fuqishme do të jetë Kosova për brenda. Ndoshta dikush mund të mendojë çka na duhen neve të tjerët, ne duhet të vetë mjaftohemi. Mirpo më lejoni vetëm ta kujtoj që sot në botë ka kombe, të cilat janë 10 rafish më të mëdha se sa ne këtu në Kosovë. Ka kombe që i kanë nga 70-80 milion. Edhe ende luftojnë për lirinë e tyre. Ende nuk e kanë shtetin e tyre. Ne si kom shqiptari kemi 2 shtete dhe jemi më të fuqishëm se kur më parë. E kjo ka ndodhur, pra pavarësia dhe liria e Kosovës ka ndodhur edhe për shkak të sakrificës të çlirimtarëve tonë dhe të popullit tonë, për shkak të maturisë dhe mençurisë së presidentit Rugova, por edhe për shkak se ne në momentet më të rënda të historisë sonë nuk u lam vetë. Dhe nuk jemi vetë as sot e kësaj dite. Gati 400 kilometra të kufirit tonë me Serbinë, përveç se prej institucioneve tona, ruhen edhe nga ushtria e NATO-s. Në radhë të parë nga ajo amerikane, por edhe të tjerat. Pra ne duhet ta vlerësojmë këtë garancë të sigurisë që e kemi nga aleatët dhe nga miqtanë, dhe të mësojmë nga gabimet që i kanë bërë shumë shtetet të tjera, të cilave sot u atakohet sovraniteti, dhe të cilat edhe sot e kanë kuptuar që në qoftë se në momente të rënda nuk kemi që afër, atëherë je shumë më i brisht, je shumë më i pasigurt, edhe rrezikohet edhe një gjeneratë e re, gjenerata e fëmijëve tonë, të cilët shqyqysh Zotit nuk e kanë përjetuar luftën kur, dhe shpresojmë do të punojmë që mos ta përjetojnë as në të ardhmen. Këto që thoni prap, jenë merit zone presidente e një gjeneratë tjetër politike. Gjenerata aktuale politike, ku jeni edhe ju pra për 5 vite, gjatë krejtë kësaj periudhe, është akuzuar në fakt që po i prish pikrish këto raporte, këto ura të bashkëpunimit edhe të shtetëndërtimit të Kosovës. Do në zemër, kryesisht kanë qenë akuza për qeverin, por që ju kanë atribu edhe juve, me qenë se vendi gjatë kësaj periudhe, pra ka pas shumë pak njohje, cilat kanë ardhur një vitin e fundit, efektivisht. Pra dhe Kosova disi për shumë arsye nuk arriti me pas qatë qasje, qatë, sidomos qeveria e Kosovës, që kishin më parë qeverit e kalumet, që po i thëmë si gjenerata tjera politike që kanë qenë.
Unë besoj që ju do ta keni qeverin këtu në studio për të marrë qëndrimin e tyre rreth akuzave në raport me ta. Mirë po, nuk besoj që ka një qytetar të Kosovës, qofshin ata edhe brenda medjave, qofshin ata në pushtet apo në opozit, që sot mund të thonë që ish presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka shkatruar raportet me miq, apo e ka izoluar Kosovën, apo nuk i ka ndërtuar këto aleanca, sepse rezultatet flasin vetë, dhe rezultatet janë të qarta. Aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më e fuqishme se kur më parë. Aleanca me Shtetet Evropiane është jashtëzakonisht e fuqishme. Aleanca me shtete të kontinenteve të tjera, të cilat kur as nuk janë vizituar, as nuk ka kontaktuar kush nga Kosova me ta në të kaluarën, janë edhe këto më të fuqishme se kur më parë. Kemi njohje të reja, të cilat natyrisht kanë ardhur vitin e fundit, për shkak se njohjet nuk vinë vetvetiu, vinë pas një pune të gjatë të cilën e kemi bërë ne si presidencë, e ka edhe shumë njohje të tjera të cilat kanë qenë në pritje dhe plani ka qenë që unë t'i vizitoj gjatë muajve shkurt dhe mars, por për fat të keq për shkak zhvillimeve të brendshme u bë e pamundur, dhe që unë jam e bindur që do të vinë në të ardhmen e afërt për shkak të punës jashtëzakonshme që e kemi bërë. Por ne duhet ta kuptojmë që ne nuk jemi më prioritet në tavolinat e botës demokratike, që kemi qenë vitin 2008, unë atëherë kam qenë shefe stafit të presidentit dhe kam pas si kanë ardhur njohjet. Kanë qenë angazhim ekskluziv i shtetit amerikan, dhe ne pastaj jemi angazhu pak a shumë sa kemi arrit. Por pastaj u pat ul dinamika. Ka ndodhur që Kosova me pas sanksione, zona presidente. Pra, ne për vite, për muaj të tërë, kemi pas sanksione të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Edhe kjo ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Dhe unë do ta them ato që e kam thënë për gjatë 5 viteve, kanë qenë sanksione tërësisht të padrejta, të cilat janë vendosur Republikës së Kosovës për kundër faktit që sulmi atë ditë, pra në vitin 2023, në maj, ka ardhur nga bandat serbe. Kanë qenë bandat serbe, ato të cilat natyrisht të dirigjuara nga Beogradi zyrtar, nga Vučići personalisht, e kanë sulmuar KFOR-in dhe kjo ka rezultuar me 93 ushtar të lënduar. Pastaj kanë qenë keq kuptime ndërmjet qeverisë dhe aleatëve tonë që kanë rezultuar, po natyrisht keq kuptime. Ne tani kemi arritur, dhe çka është me rëndësi kjo, ne kemi arritur që ti eliminojmë ato keq kuptime duke diskutuar me aleatët tonë dhe ju e dini shumë mirë ku është marrë vendimi në dhjetor të vitit të kaluar që të hiqen të gjitha masat. Dhe si presidente kam punu me secilin lider veç e veç, sidomos me ata të cilët kanë qenë kundër heqjes së masave që të binden që atë natë mos të dalin kundër dhe në fund ka qenë unanimitet i plot, vendim unanim të cilin e ka publikuar presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen, pasi jemi konsultuar, por kjo ka qenë rezultati një pune të jashtëzakonshme që e kemi bërë si presidencë, që të binden shtetet veç e veç, që ky nuk ka qenë faji i Kosovës. Pra që ka po dua të them është kjo. Natyrisht që problemet në veri ka shkaktuar Serbia, por në momentin kur linden keq kuptime, ne duhet të flasim me aleatët tonë në mënyrë që të eliminojnë këto keq kuptime, mos të ndërshkohet Kosova, mos ta paguaj Kosova dhe populli i saj këtë çmim kaq të lartë që është detyruar që ta paguaj, dhe në fund si presidencë shkaku i këtyre relacioneve të besimit të ndërsjellë që i kemi ndërtuar me këta lider evropian, kemi arritur që ta nxjerrim atë vendim i cili para pak kohësh edhe hyri në fuqi në plotni, duke u siguruar që të gjitha fondet tani të jenë të hapura për qytetarët e Kosovës. Pra, çka dua të them është që edhe keq kuptimet kanë mundur të eliminohen, megjithatë dhunën në veri e kanë shkaktuar ekskluzivisht bandat serbe, këtë e dim të gjithë. Këtë konstatim e jap për shkak të punës shumë të afërt që e kemi bërë edhe me strukturat e NATO-s, tani edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, edhe Bashkimi Evropian, që ose i lexoni deklaratat e tyre, ata thonë kërkojnë përgjegjësi nga Serbia, pra nuk është më faji jetim. Përgjegjësi nga Serbia për ushtarët e lënduar të KFOR-it, për dhunën, njëkohësisht për sulmin dhe aktin e agresionit në Bajnës. Për shkak se gjatë kësaj periudhe, pra fjala koordinim u shndru në një fjalë banale. Gabim i madh. Partneri ju në qeveri e boni këto. Pra, koordinimi, pra diçka që ju edhe pas bojnë, se kishit përmend, që ne du t'i kthejmë raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si që kemi pas gjatë periudha 90-ta dhe në pjesën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, u kthy në një fjalë banale, në cilën pra Kosova pretendon që mundet vetë mi kry do punë.
Pra të paktën, kjo gjenerat politike është sjellë gjatë kësaj periudhe si dikush që mundet me kry gjithçka, edhe me rujt sovranitetin e Kosovës, pa miq, edhe me bo çka do pa pas nevojë me koordinum asgjë me askënd. Dhe gjë qëndrimi jam ka qenë gjithmonë i qartë në këtë drejtim. Ne mund të ruajmë edhe sovranitetin edhe miqt. Këto asnjëherë nuk duhet ta përjashtojnë njëra tjetrën. Për shkak se miqtë tanë të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë kundër sovranitetit të Kosovës, në fakt janë pro sovranitetit të Kosovës. Normale. Janë pro integritetit territorial të Kosovës. Megjithatë, në mënyrë që t'i mbajmë në krahun tonë, ne duhet të punojmë bashkë me ta. Është sikur ku jemi brenda një familje. Si prindrit, si antarët tjerë e kanë për qëllim mirëqenjen e fëmijës, ta është ashtu. Po ata duhet flasin bashkë, ata duhet koordinohen, ata duhet të merren vesh mes veti në mënyrë që mirëqenja e fëmijës në fund të realizohet. Njësoj është edhe me shtetin ton, i cili është një lloj fëmiu që ka lindë si rezultat i një bashkëveprimi mes Kosovës, popullit Kosovës, sakrificës së UÇK-s në njërin anë, punës së jashtëzakonshme të presidentit historik, dhe në anën tjetër intervenimit të NATO-s dhe mbështetjes që kur s'është ndalur qysh nga ajo ditë që e kemi marrë nga shtetet mike. Pra mund t'i mbajmë edhe njërin edhe tjetrën, e jo t'i shohim me miqt si armiq që nuk na dojnë të mirën. Kjo është e para. E dyta, ne besoj që si president, po flas, sepse kur i keni mysafir qeverin, pra po them mund t'i pyesni ata, nuk do të flas për qëndrimet e tyre, e kemi dëshmuar këtë sidomos në raport me administratën Trump. Ne kemi filluar të punojmë qysh nga dita e parë me këtë administrat, kemi punuar ditë e natë. Një pjesë e madhe e punës tonë natyrisht nuk ka dalën publik, sepse ne flasim, diskutojmë e tjera. Megjithatë, rezultati është ky. Garancë shkruar e betonuar nga presidenti Trump që nuk preket integriteti territorial dhe sovraniteti i Republikës së Kosovës. Që ka thonë gjithë presidentët amerikanë. Jo, është pak më ndryshe. Krahasojeni letrën që e kemi marrë, natyrisht ky ka qenë qëndrimi, por nuk ka qenë kur ka që i fuqishëm si kur kjo që e kemi marrë ne tani, që është rikonfirmuar edhe në takimin që e kam pasur me sekretarin Rubio në nivel edhe shumë më të fuqishëm, sepse kemi folur konkretisht edhe si do ta bëjmë këtë. Pra, çka dua të them është kjo. Nëse i krahasoni letrat e urimit për 17 shkurt, dikush mund të thotë që kjo është protokollare, nuk është protokollare. Ato letra hartohen, shkojnë në shumë kanale, vlerësohen dhe në fund dërgohen për të shprehur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Të tjerat nëse i shihni, flasim për dialogun me Serbinë, flasim për kompromise, flasim për të drejtat e pakicave, flasim për shumë çka. Kjo letër e fundit që kemi arritur ta marrim nga presidenti Trump si betonimi një qëndrimi që vjen pas National Defense Authorization Act, një ligj i nënshkruar, miratuar nga Kongresi dhe i nënshkruar nga presidenti Trump, thot, qysh në fjalimin e parë, pasit na uron, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Dhe aty askund, as nuk është dialogu me Serbinë, as koncesionet, as asociacioni, as gjë. Këtë e kemi arrit me punë, këtë e kemi arrit me shumë punë. Pra të arrim në një situatë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në asnjë takim nuk na kërkojnë asociacionin dhe koncesionet të tilla dhe na tregojnë qartë që relacioni Kosovë-Amerikë tani shihet komplet i ndar nga ajo se çfarë ngjan në dialog. Unë besoj është e arritura më e madhe, sepse kjo na duhet ne. Ne na duhet të ecim përpara me Amerikën në mbrojtjen e sovranitetit të Kosovës, në arritje të mëdha ekonomike të cilat janë të mundshme, në përmbylljen e procesit të njohjes dhe mbi të gjitha antarësim në NATO, dhe kjo është e mundur. Pa e pasur gajlen se çfarë po ndodh atje në dialogun me Serbinë. Pa qenë Kosova peng i asaj se çfarë ndodh në një proces i cili, siç e dini deri dje, është udhëhequr nga njerëz të cilët nuk e njehnin Kosovën dhe as vetë nuk besonin në konceptin e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur. Pra tani ne kemi arritur si presidencë ta shkëpusim totalisht dhe ta mbajmë të shenjtë këtë relacion dhe të papenguar apo peng të asaj se çfarë ndodh në tavolinën e dialogut të Brukselit. Po pajtona që letra e president Trump pra është ndryshe për disa elemente, po na kena pat njëjtën administrat duke e shkputur edhe partneritetin strategjik me Kosovën. Pra, që një komunikat
e ambasadës amerikane në të cilën ka pas kritikat forta për qeverinë, por edhe për presidentën, për shkak se të qasis ndaj gjykatës kushtetues. Është komplet e kundërta. Cila është e vërteta? E vërteta është ajo që besoj munden e me nxjerr në ekran dhe ta lexoni sepse aty lëre që s'përmendet presidentja në asnjë rresht, por Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar sqarim edhe prafërsisht pas një jave, pas anulimit të planit për të filluar me dialogun strategjik, ku e sqarojnë që asnjë dallim të vetëm nuk e kanë pas me presidentën e Kosovës. Por problemet kanë qenë me qeverinë. Ju mund ta lexoni deklaratën, që të dyja janë të qasshme për qytetarët e Kosovës edhe për ju si media dhe mund t'i shihni. Pra nuk ka marrë kur asnjë kritik të vetme rreth asaj se si jam qasur qoftë sistemit gjyqësor, qoftë atij prokurorial, qoftë gjykatës kushtetuese. Unë e kam bërë vlerësimin publik që është krejtësisht normale në një sistem demokratik që ne mos të pajtohemi me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe ka pasur 10 raste kur nuk jemi pajtuar. Kjo është çka ekziston në demokraci, pra liria e fjalës, liria e kritikës. Megjithatë, e kam thënë edhe atëherë dhe përsëris edhe sot, kjo duhet të jetë në suaza të kufive ku as nuk kërcënohet tjetri, as nuk shantazhohet e as nuk përdoret gjuhë linçuese. Kurse në anën tjetër, ju e dini, kanë qenë të tjerë që kanë përdorur gjuhë linçuese, por nuk ka ardhur ajo kurrë nga ana ime, dhe po ashtu kam thënë që përderisa ne si shtet i zbatojmë të gjitha gjykimet e gjykatës kushtetuese, kjo e tregon në fakt fuqinë e demokracisë sonë. Deri sot në historinë tonë 18 vjeçare si shtet nuk ka ndodhur asnjëherë që institucionet mos t'i zbatojnë ato vendime në plotni, pavarësisht sa i pëlqejnë ajo. Okej, si keni gjetë raportet në 2021, si keni lënë, edhe mbi të gjitha, çfarë kërkon sot Amerika nga Kosova? Për shkak se shpesh viteve të fundit kemi dëgjuar se si pra kërkesat e amerikanëve ose edhe të evropianëve janë kërkesa ndëm të sovranitetit që besoj se sqarut këtë pjesë. Po në esencë, çfarë kërkon pi Kosovës sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një pune të jashtëzakonshme kërkojnë që Kosova të jetë një partner kredibil, një partner cilës mund t'i besojnë, që kur premton diçka e realizon, në qoftë se nuk mundet, t'jemi të sinqert me ta. Dhe të themi, këto janë vijat tona të kuqe. A ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Nuk i bëjmë asnjëherë. Unë mund të them që si presidente në çdo takim që e kemi pasur, kam qenë jashtëzakonisht e sinqert dhe hapur me ta. Ata e kërkojnë këtë që e quajnë no surprises rule, pra rregulla e mos befasimit. Pra kërkojnë që mos të befasohen, që të dinë që ne jemi partner në të cilin mund të besojnë. Besimi është në fakt përbërësi kryesor i çdo relacioni, siç e dini, qoftë në relacionet përbrenda, qoftë në relacionet me shtetet. Në momentin kur e ndërton atë besim, edhe mund të llogarisësh në ta. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar asgjë më shumë pos që të kenë besim në ne dhe që ne t'jemi të hapur me ta se cilat janë vijat e kuqe për cilën ne si presidencë kemi qenë gjithmonë të hapur. Kemi qenë të hapur se në asnjë mënyrë nuk pranojmë asnjë centimetër e territorit Kosovës të negociohet, në asnjë mënyrë nuk pranojmë që funksionaliteti ynë i brendshëm apo parimi i unitaritetit shtetit të negociohet, në asnjë mënyrë nuk e vëmë në pikpyetje as pavarësinë, as sovranitetin e vendit tonë, pra ato kanë qenë vlera apo vija të kuqe të cilat asesi nuk mund t'i tejkalojmë, siç nuk mund t'a tejkalojmë as Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe mund të them që nuk është që kanë kërkuar ndonjëherë një gjë të tillë, por është mirë që tani është betonuar gjithçka me këto vendime të presidentit Trump, të cilat janë si rezultati një koordinimi me ta, një bashkëpunimi me meq, një besimi reciprok që është ndërtuar me ta. Në të kaluarën ka pas gjëra të ndryshme, ju e dini, ka pasur kërkesa për asociacionin, ka pasur presione të lloj-llojshme ndonjëherë, por ne kemi qenë të qartë. Nuk bëhet asgjë kundër Kushtetutës së Kosovës, nuk mund të tejkalohen ato parime që janë vendosur nga vetë gjykata kushtetuese në vitin 2015, nuk mund të negociohen ato që i përmenda më herët si vija të kuqe, dhe kemi jo vetëm mirëkuptim të plot, por mbi të gjitha ajo që e kemi arritur me këtë administratë është një plan konkret se si të ecet përpara, qoftë në NATO, qoftë në njohje të reja, qoftë në zhvillim të përbashkët ekonomik, dhe mbi të gjitha, siç e thash, një relacion që nuk është pengisërbismë. Kjo është më e rëndësishmja,
që të sigurohemi në fakt që mos të presim se çfarë po ndodh në një takim atje në dialog me Serbinë, i cili varet si rezultat edhe nga fuqi që jo vetëm nga ne, dhe ajo pastaj ta përcaktoj dinamikën e relacioneve tona. Jo, më nuk do të jetë ashtu, se paku kështu jemi marrë vesh ne, se si do të jetë tani unë nuk e di, sepse tani janë akter të tjerë në institucione që të cilëve ne ua kemi lënë një trashëgimi të fuqishme të këtyre relacioneve dhe si do t'i ruajnë ato është në duart e tyre. Fakt është duk prej fillimit, ose jo bashkëkrejt fillim, pra derisa është afru kjo plani franko-gjerman, marrëveshja e Ohrit, është duk që gjithçka po ecë mirë në këtë raportin mes jush dhe zotit Kurti, i kishit fitu zgjedhjet, pra rezultatin historik të 14 shkurtit 2021. Mas madhe, spekulimet kanë qenë që pikërisht për shkak të raporteve, pranisë tuaj në konferenca të rëndësishme, samite, ose qasin disi që shtetet e bashkume, por edhe vendet të bashkimit Evropian, ja mbyllën derën Albin Kurtit dhe ja hapën Vjosa Osmanit. A kanë qenë të vërteta këto? Edhe realisht, a është qarja parë mes jush dhe zotit Kurti plani franko-gjerman? Tani unë kam kryer detyrën time shtetërore dhe kushtetuese dhe nuk i kam marrë as kujt asgjë. As nuk ja kam marrë prerogativat kushtetuese, as ftesat, as të drejtën e përfaqësimit, përkundrazi. Ftesat dhe drejta e përfaqësimit burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe gjithnjë kanë buruar nga aty. Ta bëj të qartë edhe kur ka qenë president zoti Thaçi, edhe kur ka qenë zonja Jajaga, sidomos kur ka qenë presidenti Fatmir Sejdiu dhe presidenti Rugova, edhe ata e kanë përfaqësuar vendin ndërkombëtarisht. Natyrisht ne kemi pas një president shumë më dinamik, siç e thatë edhe ju vetë, që është bërë dinamike për shkak se kemi ditur ndërtojmë relacione të afërta dhe të besimit me këta lider, të cilat janë shfrytzuar vetëm në të mirën e Kosovës. Por në të njëjtën kohë, ajo çfarë kanë bërë është zbatim në përpikmëri i kushtetutës, e cila thot, e para, presidentja përfaqëson vendin brenda dhe jashtë, dhe e dyta, presidentja udhëheq politikën e jashtme të vendit. Qëse e shohim se si zbërthehet kjo në komentarin e kushtetutës, sqarohet që presidentja dhe i përcakton objektivat, edhe përfaqëson vendin jashtë, dhe që pastaj janë mekanizmat qeveritar të cilët zbatojnë këto objektiva për të ndihmuar presidentën. Por ne nuk i kemi marrë as kujt asgjë, përkundrazi unë mendoj që ka shkuar në interes të Kosovës, që ta kemi Kosovën edhe të fuqishme brenda edhe të fuqishme jashtë. Kjo ka qenë në interes të Kosovës. Pra, unë mendoj që as kujt nuk do duhet t'i pengonte një presidente që e përfaqëson vendin si duhet, edhe në përputhje me interesat shtetërore e qytetare jashtë. Do duhet t'u pengonte sikur unë mos ta përfaqësoja si duhet, sikur të kishim ndonjë dallim konceptual rreth asaj që e thash më herët, ta zëm që cilat janë vijat e kuqe ose si e kemi mbrojt në vendin. Mirë po, të thuhet se presidentja nuk duhet ta përfaqësoj vendin jashtë, në fakt unë e kam detyrimin kushtetues, e kam pasur që ta bëj një gjë të tillë dhe unë pres të njëjtën që ta bëj kushdo që do të jetë president i ardhshëm, edhe nga ushtrusja e detyrës së presidentës, sepse kundërta do të ishte në fakt shkelje e kushtetues së vendit, mos ta përfaqësos vendin jashtë, do thotë heqje dorë nga detyrimi kushtetues. Pra nuk mundesh thjesht me thonë le ta merr dikush tjetër, kjo është. Unë kur kam qenë në opozit atëherë, i kritikoj atë të tjerët kur heqnin dorë nga detyrimet kushtetuese, kështu që unë nuk kam qenë kur as niveli tilli politikanit që thjesht mbyllet në zyrë dhe nuk bën asgjë, as nuk pret mysafir, e as nuk i takon ata jashtë vendit. E kam kryer detyrën, e kam kryer me nder, e kam përfaqësuar vendin dinjitetshëm, e kam bërë këtë duke përballë Vučićin në çdo platformë ndërkombëtare, prej Këshillit të Sigurimit në Parlamentin Evropian e në çdo cep të botës me krimet që i ka kryer regjimi i tij, dhe këtë e kam bërë ballhapur bashkë me qytetarët e Kosovës, mbi të gjitha duke treguar storien e tyre. Nuk kam folur unë për vete në ato takime asnjëherë këto 5 vite, kam folur për qytetarët e Kosovës, për dhimbjen e tyre, për trashëgimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën e ka mbrojt në çdo vend, për trashëgimin e presidentit Rugova, të cilën e ka mbrojt dhe do ta mbrojt të njëjtën, njëjtë sikurse edhe sakrificën e popullit ton. Pra, kjo ka qenë ajo çfarë kam bërë unë. Dhe secili politikan, pavarësisht ta është në pushteta në opozit, unë besoj që do duhet të
bashkohej rreth një kauze të tillë, sepse kjo ka qenë kauzë. Mbrojtja e Kosovës. E jo kush po shkon aty, kush po shkon këtu. Jo kush po shkon aty, kush po shkon këtu, po kush e përfaqëson Kosovën, edhe kush është i thirrur për me përfaqësu Kosovën. Pra kush i ka kushtetutës e përfaqëson presidenti. Kjo është çështje kushtetuese. Edhe dikush i cili ka fitu 51% të zgjedhjeve. Edhe i ka krejt mekanizmat qeveritar dhe ajo dukej, pra të paktën ato çfarë gazetarët arrinin me mësu prej njerëzve të pushtetit ose edhe prej diplomatëve këtu, që këtu është një luftë mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit se kush e përfaqëson më mirë Kosovën. Pra, për shkak se Kurti beson që mund të përfaqësojë njerëzit të luftonin për gjëra të mira kush e përfaqëson më mirë Kosovën, por unë nuk kam bërë luftë të tillë, sepse atë luftë unë e kam me Serbinë. Unë atë luftë e kam me Serbinë, nuk e kam këtu as me Kurtin, as me liderët e opozitës, me as një shqiptar nuk e kam atë luftë. Unë kam pas luftë ndërkombëtare vetëm me Serbinë dhe të tillë do ta kem përgjatë tërë jetës. Pra, mendoj që këto janë fëmijërore. Janë fëmijërore të sillesh në aso mënyrë apo e përfaqëson ti më mirë apo ai tjetri. Ajo çfarë kam bërë është detyra kushtetuese. Kam kryer detyrë të cilën moralisht e kam edhe obligim ndaj qytetarëve të Kosovës që të flas dhe ta tregoj historinë e tyre kudo në përbot. E kam treguar dhimbjen e familjeve që kanë qenë viktimat masakrave nga Prekazi, te Pokleku, te Krusha. Kam treguar dhimbjen e grave të cilat kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Kam treguar dhimbjen e fëmijëve të cilët janë vrarë, të atyre që janë të zhdukur. Kam folur për Kosovën. Dhe kushdo që këtë e ka parë sigar, është fëmijërore, është jo serioze, është miopi politike. Sepse kjo i bjen që në vend se të mendosh për Kosovën dhe të thua shumë mirë, pavarësisht se e ka emrin dhe mbi emrin presidenti i vendit, pavarësisht kësaj, shumë mirë që dikush po e përfaqëson vendin në një mënyrë që ja përplas të vërtetat Vučićit dhe kujdo qoftë nga Serbia dhe në anën tjetër i mbron interesat e Republikës së Kosovës dhe historinë tonë të lavdishme. Kjo është ajo për çfarë ka pasur Kosova nevojë, e jo të merrem me atë se kush kënd po e fton. Unë jam ftuar sepse më ka takuar në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe besoj shumë që këtë detyrë e kam kryer me nder. Asnjëherë duke mos i punuar as kujt mas shpine, duke mos i punuar kur Kosovës pas shpine, gjithmonë duke i mbrojt interesat e Kosovës, besa edhe tu e mbrojt qeverinë në çdo kohë, kur ajo është sulmuar në këto takime të cilat kanë qenë prapa dyerve të mbyllura, kur ajo është sulmuar, kur është etiketuar me lloj-lloj emrash, unë e kam mbrojt Kosovën. Edhe kur them e kam mbrojt qeverinë, e kam mbrojt Republikën e Kosovës, sepse si presidente e vendit unë nuk kam shku jashtë vendit për të dëgju kritika për qeverinë, dhe i kam mbrojt veprimet që kanë qenë në përputhje me kushtetutën, në mbrojtje të integritetit territorial, dhe këtë do ta bëj edhe tash tutje në cilësinë time si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës, sepse unë ju siguroj një gjë. Unë do të vazhdoj që në përbot ta tregoj historinë e Kosovës. Si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës, unë do të vazhdoj brenda vendit të angazhohem për mbrojtjen e qytetarëve tonë, sepse ata janë bazamenti i çdo suksesi tonë. Ata janë kriteri vetëm me cilët ne e masim punën që e kemi bërë. Dhe unë në çdo shtëpi që shkoj këto ditë, me çdo qytetar që e takoj kudo, në rrugë, në vendet ku ulemi, ata asnjëri nuk thonë ti ja morë dikujt vendin, ti ja e bëre këtë. Ata thonë na ke përfaqësuar ne. Këtë e kam bërë unë, i kam përfaqësuar qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur nuk kam qenë kundër askujt. Jo, vetëm pro Kosovës, vetëm në anën e Kosovës. Zonja Osmani, pra ideja ka qenë që ne kemi dëgjuar zotin Kurti edhe para se të bëhej ju presidente. Pra ai postën e presidente ka po si një noter ose një notere. Ju noteri ka goxha shumë kompetenca, siç e dini. Po, pa nënshkrimin e noterit asgjë nuk mund të jetë e vlefshme. Kompetencat që i ka presidenti i Kosovës më shumë është përmbarues se sa në fakt se sa noter, nëse i lexojmë deri në fund këtë kompetencat. A keni pas këtë presion për zotit Kurti që nuk po përfaqësoni si duhet, ose që ai duhet me qenë përfaqësues mbi ju në kuptimin e përfaqësimit Kosovës jashtë? Në fakt, unë ka marrë vetëm vlerësime jashtëzakonisht të larta për përfaqësimin jashtë vendit nga zoti Kurti, për çka për mua ka qenë befasuese qëndrimi i tij i fundit që
si që kam thënë edhe në një intervist më herët që edhe një president që nuk merret me politikë jashtme. Për shkak se ne secili prej nesh mund të kemi vlerësime çfarë të dojmë rreth asaj se si duhet të jetë presidenti. Por ajo çfarë ne nuk mund ta anashkalojmë është ajo çfarë kërkon kushtetuta. Kushtetuta kërkon që presidenti ta përfaqësojë vendin jashtë dhe kushtetuta kërkon që presidenti ta udhëheq politikën e jashtme, jo të jetë spektator. Nuk mund të jetë një president shteti në kushtetutën tonë, në sistemin tonë, në republikën tonë, spektator. Nuk ka qenë spektator asnjë president as para meje, dorën zemër. Spektator, ju e dini, nuk ka qenë presidenti Rugova, ai e ka determinu politikën e jashtme dhe ka determinu edhe orientimin tonë strategjik. Nuk ka qenë spektator as se si presidenti, se i di ju, unë kam punuar me të 5 vite, dhe bazamenti i politikës dhe angazhimit tonë në atë kohë ka qenë pikrisht politika e jashtme, siç mund të dëshmohet nga arkiva juaj. Nuk ka qenë spektatore në politikën e jashtme as presidentja Jajaga, e nuk ka qenë, siç e dini, as presidenti Thaçi. Ne mund të kemi pasur mes vete dallime rreth asaj se si dikush e ka përfaqësuar, por nuk ka pikpyetje rreth asaj se a e ka përfaqësuar apo jo. Presidenti e ka këtë detyrë kushtetuese, të cilës nuk do duhej asnjë president të ikë e ta anashkaloj, sepse kjo do të binte ndesh me atë çfarë ta kërkon Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Tani, vlerësimet që mund t'i kenë politikanët individual se si duhet të jetë presidenca, ajo është më shumë dëshirore, wishful thinking, siç thonë miqtan amerikan, por dëshira është tjetër gjë, kushtetuta dhe realiteti janë gjëra të tjera. Dhe kushdo që ka menduar që unë jam lloji politikanës që vetëm mbyllet prapa derës dhe kur më askush nuk e sheh pas gjatë mandatit, e ka pasur shumë gabim, unë s'kam qenë kur ashtu. Ndoshta e kam pas edhe këtë kalkulim të keq. Megjithatë, pavarësisht që së thoni as ju, as zoti Kurti ende, pra dihet që kjo çfarë ka ndodhur për përfaqësimi jashtë vendit, duket që ka qenë thyrja juaj. Apo keni një shpjegim tjetër të kësaj? Për shkak se ne kemi arrit me kuptu, për të paktën nga zoti Kurti, nga takimet që i ka pas edhe me lider të opozitës, çfarë presidenti kërkon. Mos më edhe një president që merret disi, siç e ka thonë, me arsim ose me shkencë, e jo me pjesën e përfaqësimit të Kosovës jashtë vendit. Po siç e thash, ky është qëndrim që tani në fund e ka bërë me dije. Megjithatë, pavarësisht se çfarë vlerësimi e jap kryeministri, si presidente unë kam kryer detyrën time, e kam kryer atë me dinjitet, e kam mbrojt interesin e Republikës së Kosovës. Tani ai mund të jap vlerësime të tjera, të cilat në fakt kanë qenë në superlativ për gjatë 5 viteve, po tani në fund ka qëndrim komplet tjetër rreth institucionit të presidentit, nuk është që e ka siç e ka pasur përpara. Ka qenë thyrja parë me Kurtin, edhe në fakt a konsideroni që ka përfundu gjithçka në raportet e bashkëpunimit politik mes jush dhe tij? Unë i kam parë dallimet si krejtësisht normale në relacione politike, sepse do të ishte e frikshme sikur institucionet të pajtoheshin për gjithçka. Ju e përmendët që ne kemi pasur interpretime të ndryshme të marrëveshjes Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Unë e kam thënë edhe në deklaratë publike në atë kohë që për mua ka qenë shqetësues Neni 7, pastaj Neni 10 i cili thjesht ka konfirmuar ato të cilat i kishin nënshkruar Thaçi dhe Mustafa në vitet 2013 dhe 2015. Dhe kam kërkuar... E ka pranu ato që e kanë papranu Mustafa dhe Thaçi me? Neni, do më thonë, janë pjesa e fundit e marrëveshjes, por në të njëjtën kohë kam thënë që kjo marrëveshje i ka edhe disa nene të mira të cilat kanë të bëjnë me marrëveshjen për mos agresion, pastaj respektimi integritetit territorial dhe sovranitetit të tjera, të cilët shtetet evropiane e kanë quajtur si një lloj njohje de facto, por megjithatë kjo si ka eliminuar rreziqet e Nenit 7 në veçanti, ku përveç asaj që përmendet si vetë menaxhim, përmenden edhe kompetencat të Kishës Ortodokse Serbe. Ajo çfarë kam kërkuar unë atë kohë publikisht, që ka qenë dallim, siç e keni identifikuar edhe ju, ka qenë që Neni 7 të specifikohet pastaj nëpërmjet aneksit dhe negociatave të më pastajme se çka kërkohet nga Kosova nëpërmjet Nenit 7, se aty ka paqartësi të mëdha, çka saktësisht nuk kupton vetë menaxhimi.
çka saktësisht nuk kuptojnë këto të drejta të kishës ortodokse serbe, a do të kërkohet që të shkohet për te ahtisarit, sepse kjo do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme dhe e vë kështu në linjë funksionalitetin e shtetit ton. Këto kanë qenë kërkesa publike që i kanë bërë unë në atë kohë kur janë arrit këto marrëveshje. Fatkeqësisht as me aneksin e Ohrit, këto nuk u qartësuan, madje kanë shkuar edhe në një pikë edhe më keq, por shpresa ka qenë dhe angazhimi im si presidente ka qenë tan kohën që këto të qartësohen në atë që është quajtur plan i implementimit. Dhe pastaj qeveria ka pas qëndrim, këto si kemi thënë ndonjëherë publikisht, qeveria ka pas qëndrim tjetër gjatë negocimit të planit e implementimit me Lajçakun. Unë kam pasur kërkesa tjera të cilat i kam dërguar. Që ka dorë qeveria? Po aty, nga ajo që na është dorëzuar, por besoj që ata do të mund të sqarojnë ndërkohë, kërkesa e parë për aq sa na është dorëzuar në dokumentacion, sepse unë nuk e di çfarë është folur në takime, se kam qenë presidentja e vetme që ka dashur të tregoj besim të plot në kryeministrin në këtë proces dhe nuk kam dërguar përfaqësues timin në dialog. Ka pasur përfaqësues të vetin edhe Thaçi, edhe Jahjaga. Unë kam qenë e para që se ka dërguar përfaqësuesin e vet, sepse kam dashur që të tregoj besim të plot për shkak të relacioneve që i kemi pasur, për edhe për shkak të besimit që e kam pasur atëherë me të. Ka pasur një akt gjykim, cilin e lënë që... Jo, përkundrazi, në atë akt gjykim, përveç që qeveria... Po pra, se kush janë... Jo, nuk thash udhëhece. Thash delegimit të pjesëmarrësit. Sepse ky akt gjykim, mos harroni, ka ardhur në kohën kur president ka qenë Thaçi. Pra, për të njëjtin akt gjykim, Thaçi ka dërguar e ka pas përfaqësues mos gabofra Blerim Shalën. Ose Blerim Shalën. Ardian Arifajin e ka pasur, ndoshta kryeministri Haradinaj në atë kohë. Por e di që kanë pasur përfaqësues të cilët kanë marrë pjesë në takime, unë nuk e kam deleguar atë përfaqësues, por ka pasur kërkesa në kontekstin të që kërkesat tona si presidencë kanë qenë shumë të larta në raport me Lajçakun. Dhe ajo arsyetohej, ne nuk mund ta marrim këtë parasysh, sepse qeveria ka kërkuar që hapi i parë të jetë fusnota, hapi i parë që unë e kam kërkuar ka qenë antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, sepse kjo është shumë e fuqishme. Ka qenë neni 4 i asaj marrëveshje që unë mendoj që ka qenë përfitimi më i madh i Kosovës. Unë kam kërkuar që ajo të jetë e para dhe jo e fundit, sepse duke e lënë atë kërkesë të fundit, pastaj çfarë ndodhte ishte që Serbia i merrte të gjitha që i kërkonte dhe në fund thjesht tërhiqen. Dhe mund të thonë, ne deri këtu e patëm, sepse nuk i besohet Serbisë. Ju e dini shumë marrëveshje janë arritur deri sot dhe janë nënshkruar, por deri 2/3 e marrëveshjeve fare nuk janë implementuar në praktik. Por megjithatë ai plani i implementimit kur nuk është arritur, tani me zotin Sorensen besoj që ndoshta edhe do të riaktualizohet. Mirë po se në çfarë konteksti riaktualizohet nuk e di, e po me këtë të fundit që u diskutua dhe u pranua si kompromis nga ana e Kosovës ai përket strukturave ilegale. Ndoshta ajo pak a shumë është rruga përpara, mirë po nuk jam e informuar se çfarë saktësisht është duke u negociuar. Pra, ju po flisni për një marrëveshje që ka bërë zoti Kurti, në fakt për dialogun, të paktën njerëzit mbështetësit e Kurtit thonë që aty është pika më e forte e tij. Pra dialogu do të thoja të mendoheshin 2 herë para se ta thonë një gjë të tillë. Pra kur të flasin që unë nuk besoj që zoti Kurti mendon personalisht që ajo është pika më e fortë. Negociatat në Serbi, diskutimet, pra ju nuk besoni që është pika më e fortë e tij. Pra po e them, është mirë për shkak se rezultatet dihen, është mirë që të rimendohen para se ta thënë një gjë të tillë. Unë mendoj, siç e kam thënë disa herë publikisht, që Kosova përgjatë këtij procesi është dashur që të vendosë që t'i besoj Amerikës më shumë se sa Lajçakut. Kjo ka qenë pak a shumë ajo çfarë ka mbajtur si qëndrim. Zoti Kurti thoshte, a nuk ina në kufi atje me Amerikën, nuk ina në Meksik, ina në Evropë. Po, as në vitin 1999 nuk kemi qenë në kufi as me Amerikën Latine e as me Kanadon. Kemi qenë këtu ku jemi, geografikisht ne nuk e kemi ndruar vendin kurrë. Dhe edhe tani i kemi fqinjë të njëjtë, të cilët edhe sot, dhe edhe pas 200 vitesh, do të synojnë që ta sulmojnë Kosovën. Në vitin 99, ju e dini kush e ka udhëhequr intervenimin e NATO-s për të na shpëtuar. E ka udhëhequr Amerika. Në vitin 2008, ju e dini, edhe unë e di sepse kam qenë në zyret presidentit në atë kohë, ju e dini kush e ka udhëhequr luftën diplomatike për pavarësinë e Kosovës për njohjet dhe antarësimet. E ka udhëhequr Amerika, të tjerët kanë ndihmuar pastaj. Edhe sot ju garantoj një gjë.
edhe luftën diplomatike, por edhe çdo lloj lufte tjetër të nevojshme, të cilën shpresoj që kurrë nuk do ta kemi. Ne një shtet e kemi në krah pa asnjë ekuivok. Ajo është Amerika. Kjo është dëshmuar edhe ditën e Bajnskës. Dhe të gjithë që punojnë në institucione e din fort mirë se për çka e kanë fjalën. Është dëshmuar edhe kur është sulmuar Iber Lepenci dhe të gjitha institucionet e din shumë mirë për çka e kanë fjalën. E din shumë mirë kënd e kemi thirrë ne në 3 të mëngjesit në telefon. Kush na ka dalë ndihmë, kush na ka mbyll telefonin. E din institucionet, po pra. E din institucionet tona se kujt i është drejtu presidentja e Republikës së Kosovës, i është drejtu shtëpisë së bardhë për të parandaluar plane shumë më ogurzeza që kanë qenë ende në implementim e sipër për te i Bajnskës. Pra nuk ka qenë vetëm Bajnska rrezik, ka qenë ajo çfarë planifikonte Serbia më pastaj. Dhe e kemi arritur këtë në momentin kur e kemi thirrë shtëpinë e bardhë me ndihmën e ambasadorit amerikan dhe kemi arritur që në komunikim me ta të parandalojmë plane shumë më ogurzeza. Dhe ne sot nuk do të ishim duke folur sot dhe duke bërë komentime, sikur mos t'i parandalonim ato plane të Serbisë. E din shumë mirë që edhe kur bëheshin plane të tjera në maj të vitit 2024, se kush ka qenë prap Amerika që i ka parandaluar këto plane. E din shumë mirë cili është shteti që e ka thirrë Serbinë dhe ka parandaluar çdo sulm. E din shumë mirë cili është shteti që i ka kryer hetimet rreth Bajnskës. Dhe din shumë mirë pse i kemi ne gjithë ato prova. Pra, këto janë gjëra të cilat askush nuk do të mundet kur t'i mohoj, dhe po e përfundoj me këtë. E din shumë mirë cila është uniforma përveç tonës, uniforma e policëve, ton, trima, e trimresha, të cilët në çdo moment me vetmohem e kanë mbrojt kufirin e Kosovës, por ka edhe të tjera. Janë ato të NATO-s, të cilat në çdo moment janë bashkë me ne në ruajtjen e këtij kufiri. Dhe kjo s'është një gjë teknike. 27 vite po bëhen pas luftës, ne akoma i kemi këta partner në krah. Pra s'jemi të folë më vetëm çka ka ndodhur në 99-ën. Sepse në momente të rënda, sidomos në momente të rënda, çka ka rëndësi është për çka qëndron ti në radhë të parë dhe kush qëndron me ty në ato momente. Pra, është letë me lëshu deklarata. Po thënë që e keni telefonu shtëpinë e bardhë edhe përpara asaj që kur në bordin e paqes që ju tha presidenti Trump kur t'ki probleme me telefona. Pra këto telefonata kanë ekzistuar edhe te Bajnska. Ne kemi dërguar mesazh sepse menjëherë pas Bajnskës ka qenë një rrezik shumë më iminent dhe më i madh ndaj Republikës së Kosovës. Dhe menjëherë nëpërmjet rrugëve diplomatike natyrisht kemi dërguar mesazh i cili pastaj siç e dini ka pas plan për me sulmu Kosovën? Unë nuk mund për momentin të them më shumë se kaq. Mirë po kanë qenë plane shumë ogurzeza dhe më të rrezikshme për të cilat deri në një mas ka folur edhe shtëpia e bardhë menjëherë pasi ju kemi dërguar ne mesazhin dhe kërkesën. Pra ato që thot e kemi parandaluar presidenti Trump, pra një konflikt me Serbisë dhe Kosovës, ju thoni që për i referohet pikrisht kësaj që ka janë dy gjëra të ndryshme. Bajnskës? Kjo çfarë po them unë menjëherë pas Bajnskës ka qenë menjëherë pas Bajnskës në ditët pas Bajnskës po flas. Pra po flas që ka pasur plane dhe shumë të Trump ka folë për një parandalim të një konfliktit të madh mes Serbisë. Ajo ka ndodhur në kohën e administratës Biden, kurse kjo për çfarë flet presidenti Trump, natyrisht ai flet edhe për një trashëgimi të tij edhe nga mandati i parë, por edhe në mandatin e dytë ka pas angazhim të administratës amerikane që të parandalohen do të ja një lloj eskalimi dhe destabilizimi të cilin e ka pasur plan Serbia, për të cilin ne jemi informuar dhe menjëherë pas kontakteve që unë kam qelluar në SBA atë ditë kur kemi marrë informatën dhe menjëherë nëpërmjet një zyrtari jashtëzakonisht të lartë kemi dërguar mesazhin në shtëpinë e bardhë. Dhe pas kësaj janë parandaluar këto eskalime. Mirë po, askush mos të mendon që Serbia nuk i ka këto synime. Ne e dim dhe po e them prapë do të ekzistojnë edhe pas 100 vitesh, 200 vitesh. Çka është me rëndësi është që Serbia sot e kupton shumë mirë që ne nuk jemi vetëm. Serbia e di që ne nuk jemi vetëm. Ne përveç që i kemi fuqizuar kapacitetet tona të brendshme, që ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe jo vetëm për ushtrinë, por edhe për policinë, në të njëjtën kohë
është fuqizuar aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë sektor, në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, dhe kjo ka ndodhur si rezultati një pune shumë të afërt që e kemi bërë edhe me administratën paraprake si president, por edhe me administratën Trump. Për ndryshe nuk do të ndodhte betonimi i këtij qëndrimi për integritetit territorial, dhe këto gjëra nuk janë të rastësishme, ato nuk vijnë prej qielli. Edhe me National Defense Authorization Act, që është akti i miratuar në Kongres dhe i nënshkruar nga presidenti Trump, ku thuhet që nuk do të preken territoret, as se nuk mund të ketë ndryshim të kufive, që çdo dialog duhet të bëhet vetëm për njohje reciproke, që Kosova duhet të antarësohet në NATO, e shumë çështje të tjera të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne. Pra na është hapur një dritare e re e relacioneve me Amerikën. Ju besoni që ju keni hapur këtë dritare, jo qeveria? Këtë e ka thënë vetë administrata Trump, ju e keni lexuar. Unë nuk thash jo qeveria, po them atë që e ka thënë vetë administrata Trump, që është rezultati një pune shumë të afërt që e kemi bërë me ta, e pa të thënë edhe administrata paraprake, janë që na kanë parë si president, si partner të besueshëm dhe të domosdoshëm, jo vetëm për relacionet tona bilaterale, por edhe për paqen e stabilitetin në gjithë rajonit tonë, dhe kjo në fakt është ndërtu për shkak të besimit reciprok, siç e dini, kjo është një administrat që jap rëndësi të madhe dhe relacioneve ndër personale, sepse secili der veç e veç është ndryshe. A është kjo arsyeja pse nuk jeni rikandiduar për presidente, apo është e kundërta? Pra, ata nuk besojnë, zoti Kurti në këtë rast, që ju jeni njeriu i duhur për ta përfaqësuar Kosovën, pra për të qenë presidente e Republikës. Çfarë ka ndodhur fakti? Në intervistën që keni dhënë për Syri, ju kam dëgjuar, pra ka plot paqartësi të cilat unë nuk e arri ti kuptoj saktë se çfarë realisht ka ndodhur mes jush dhe zotit Kurti. A mundi më na shpjegoj këtë histori? Pra të mos kandidimit tuaj në postin e presidentit. A ka qenë dëshirë juja për mos mu kandidu? A ka qenë insistimi ti për të kandidu fillimisht e pastaj ka ndryshuar gjona dhe kur ka ndryshuar këto? Po në fakt, unë e kam thënë edhe publikisht që unë nuk do të thoja, nuk do të dilja publikisht dhe të përmendja interesimin për një mandat të dytë, sikur mos të më thuhej paraprakisht nga vetë kryeministri që e kisha për krajen e tij, po kjo ka qenë diku dhjetor, janar, dhjetor të vitit të kaluar. Po, edhe në janar që e kam për krajen e partisë së tij, shqetësimi ka qenë më shumë fillimisht te votat e opozitës dhe pastaj gjithçka ka ndryshuar menjëherë. U bë mos përkrahje nga vetë ana e tij. Megjithatë, në asnjë moment nuk ka pas hezitim kandidimi nga ana ime, për shkak se ka qenë vullnet qytetar, ka qenë një përfaqësim i denj i Republikës së Kosovës edhe brenda edhe jashtë, e kemi kryer punën me nder, ka qenë vullnet i plot i imi që të vazhdojmë bashkëpunimin me kryeministrin, pra që ai ta udhëheq qeverinë dhe unë ta udhëheq presidencën dhe të punojmë bashkë që Kosova të fuqizohet edhe brenda edhe jashtë. Pastaj nuk është që ka pas ndonjë vërejtje specifike, përveç që po i duhet një president që nuk merret fare me politikë të jashtme, kjo pak a shumë ka qenë. Po, mua personalisht, po, nuk do të hy tani te bisedat se nuk kanë rëndësi ato. Kanë shumë rëndësi për neve, edhe për opinionin, për shkak se nëse është kështu që... Dërsa s'është momenti, sepse unë dua vërtet t'ju uroj suksese partive politike tani në këto përpjekjet që i kanë për zgjedhjen e një presidenti të ri. S'ka përpjekje që... Tani, po, unë nuk e di, sepse nuk e di çfarë ngjan në ato takime, por megjithatë besoj që Kosovës i duhet stabilitet. Megjithatë vullneti im ka qenë që ta vazhdojmë bashkëpunimin. Ky ka qenë vullnet i plot, pa asnjë ekivok, pa asnjë hile, vullnet që të punojmë në interes të Kosovës dhe të askujt tjetër, dhe ka qenë pikërisht vullnet për shkak se u hap një dritare e re në raportet me Amerikën, një raport ku nuk na kërkoheshin koncesione, një raport ku ky relacion Kosovë-Amerikë ishte komplet i shkputur nga relacionet me Serbinë. Dhe mos kandidimi juaj kjo ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. E ndërprejnë këtë bashkëpunim? Unë shpresoj që jo, mirë po siç e dini, presidenti Trump i ndërton shumë prej relacioneve, siç ma kanë komunikuar edhe shumë nga liderët të cilët sot kanë raport të fuqishëm me të.
raporti i presidentit Trump natyrisht bazohet në shumë aspekte, por edhe në besim reciprok, dhe ne kemi dashur që këtë besim ta vendosim komplet në dispozicion të Republikës së Kosovës, sepse në çdo komunikim që kemi pasur me të, me sekretarin Rubio, dhe me zyrtar tjerë shtetëror, ne asnjëherë nuk kemi folur për vetveten, por vetëm për Republikën e Kosovës. Kemi arsyetuar dhe mbrojtur çdo qëndrim të Republikës, dhe kur them Republikës, them të gjithë neve në Republikë, jo vetëm timin. Dhe në të njëjtën kohë kemi hapur dyer të reja të bashkëpunimit. Nga njëherë ju e dini, në diplomaci ato momentumet vinë shpejt, por edhe ikin shpejt. Dhe tashmë vetë se kaluan 2 muaj ose 1 muaj e gjysmë pavarësisht nga komunikimet e fundit që i kishim edhe me Shtëpinë e Bardhë dhe me Departamentin e Shtetit, sado që unë i mbaj ato, për tani i mbaj si ish presidente, por çfarë dua të them është që nuk ka pasur fare nevojë që Kosova të vendoset në këtë pozicion. Megjithatë, dua ta bëj të qartun, kur si kam kërkuar asnjë pozitë lëvizjes vetëvendosje as kryeministrit. Nuk i kam kërkuar pozitë. Pra nuk është që ka qenë fundi botës. Përkundrazi, edhe në vitin 2021 në fakt ai e ka hap kryeministri vetë temën e presidencës. Edhe tash ka qenë ai që e ka hap i pari këtë temë. Pra nuk ka qenë temë që e kam hap unë apo që e kam kërku unë, kur e kam pa vullnetin edhe taj dhe kur i kam pa zhvillimin e relacioneve me Amerikën, por edhe me shumë shtete tjera, kam mendu që është ide e mirë që ta vazhdojmë me këtë bashkëpunim në interes të Kosovës, por pastaj pas 51% që të ndryshoj diçka. Për shkak se ky 51% u vendos, pra u bëj mundur, për shkak të një diçkoje që ndodhi, që është data 28 dhjetor. Ju keni dhënë një deklaratë pra tuajin, e cila është komentuar pastaj shumë si favor që ju ja keni bërë. Pra ju thoni aty që ajo puqistja ose njeriu kundër kësaj shumice, unë ja vendosa datën 28 dhjetor. Kjo është pa si një favor që ju ja keni bërë zotit Kurtit, duke e ditë se me 28 dhjetor është këtë diaspora këtu, ka një sentiment theksum mbështetjes për Kurtin, për lëvizjen vetëvendosje nga diaspora, dhe që ishte datë qëllimisht e vendosur, për shkak se opozita ajo kishte kërku juve një datë tjetër, 21-shin, ose mundësi për të pa për 1 janar. Ta sqaroj një gjë, ajo çfarë kam thënë unë në atë intervistë kanë qenë në kontekst të akuzave absurde, qesharake, por do të jatë rrezikshme për demokracinë në vend, se kinse është bërë një farë lloj puçi, dhe unë kam pyetur në mënyrë retorike si po bë ka puç dikush që ka bashkëpunu me juve, si po bë ka puç dikush që e cakton një datë të zgjedhjeve, por ajo datë të zgjedhjeve është caktuar për të gjithë njësoj. Dhe si e kanë shfrytzuar njerëzit, si e kanë shfrytzuar partitë opozitare kanë qenë për një datë tjetër. Unë e kuptoj, por unë e kam sqaruar numrit të madh të partive që kanë kërkuar, duke i referuar si më thonë edhe Emilia Regjepit ose tjerëve, sa për me bën një numër më të madh për me arsyetu datën 28 dhjetor. Jo, përkundrazi, nuk është referuar numri partive për atë punë, se për ashtu ka pas edhe të ana opozitës parti shumë të vogla, të cilat e kanë kërkuar atë datë, por edhe ato i kam numëruar njësoj. Referenca kryesore ka qenë që si presidente t'u jap të drejtë të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës përfshi edhe mërgatës sonë. Unë mendoj që përkrahja e tyne është në interes të Republikës së Kosovës, sepse ata janë njerëz, janë burra e gra, janë djem e vajza, të cilët edhe pse janë jashtë vendit, punojnë ditë e natë për fuqizimin e vendit tonë. Dhe ne nuk duhet të mendojmë se si tua mohojmë atyre këtë të drejtë. Ne duhet të mendojmë se cili prej nesh. As njerëzve që i kanë pushimet për shkak çat kohë ku lirohen fëmijët për shkollave, pra që kanë planifikuar për me shku dikun, mos me qitë si më thonë bash natën e vitit 3 zgjedhjet. Nuk kanë qenë bash natën e vitit 3. E një 2 natë përpara. Nuk kanë qenë bash natën e vitit 3. Qytetarët Kosovës, pra që paguajnë taksa, që jetojnë gjatë këtij viti, i përjetojnë këtë sistem arsimore, këtë shëndetësor këtu gjatë tërë vitit, për atë moment mundë me pas një periudhë ku mundë me dalë për do ditë jashtë, në cilin ju i caktoni datën e zgjedhjeve. Kjo ka qenë. Jo, ne nuk kemi pas asnjë indikacion. Nuk mendoj që ka pas ndonjë indikacion që ne do të kemi qytetarë që bash atë datë do të dalin në zgjedhje. Në fakt, informatat që ne i kemi marrë, informatat në fakt janë lëshu fëmijët prej shkollës
para 24 dhjetorit kësaj rade, e kam përfundu shkollën mos gabofsha me 19 dhjetor, pra pushimet kësaj rade kanë filluar edhe më herët, pra edhe sikur ta japsha datën 21 dhjetor, pra edhe sikur ta japsha datën 21 dhjetor, për shkak se janë lidh me vikend, prandaj po e them këtë. Zakonisht fillon me 24, kësaj rade janë lidh me vikend dhe kanë filluar pushimet pak më herët. Pra, kushdo që ka pas ndërmend që të largohet nga Kosova, njësoj do të ishte si me datën 21, si me datën 28. Pra nuk e konsideroni si një favor që ja keni bërë kurtit? Ja kam bërë favor qytetarëve të Republikës Kosovës në kontekstin që... Jo, kjo ka qenë më shumë për të treguar se sa qesharake, sa absurde kanë qenë ato deklaratat, na ke bërë këtë puq, na ke bërë atë puq, dhe njësoj do të cilesha në raport me secilën parti politike, si kur të më akuzonin për diçka kaq qesharake, që në fakt dorën zemër nuk është që ndonjëherë në ekzistencën e tyre partitë e tjera më kanë akuzuar për gjëra të tilla kaq absurde, sepse ne kemi pasur dallime me partitë të ndryshme, të cilat janë evidente se kanë qenë publike, por kur nuk kanë shkuar aq larg dhe të përdorin metoda të tilla të linçimit, të cilat janë të rrezikshme. Dëgjoni, sa më shumë që bëjnë gjëra të tilla, ju siguroj që unë edhe më e vendosur bëhem. Këtë dua t'i siguroj që të gjithë, sa më shumë që e rrisin dozën e linçimit, aq më shumë unë rris dozën e punës në interes të Republikës së Kosovës. A ndjeni aktualisht që jeni në sul televizjes vetë vendosin rrjetet sociale, për shkak se shohim që ka një qasje prej rrjetet sociale, sidomos një fushat që duket e orkestruar, pra prej kujt se di, po a ndini ju këtë fushat edhe prej kujt besoni që po ju vjen kjo? Meqense se thatë që sa më shumë që rrisin dozën ata nuk ndikojnë diçka tek ju. Unë mendoj që të gjithë e dim kush po e organizon, mendoj që të gjithë e dim kush e shtyt, po të njëjtën kohë duhet që të gjithë ta dim një gjë. Në momentin kur dikush që është përballë me Vučićin në përballjet më të ashpra në historinë e Republikës së Kosovës, nesër quhet motër e Vučićit, në qoftë se dikush që ka punuar në interes të Kosovës, e ka mbrojtur interesin e qytetarëve të Kosovës brenda e jashtë vendit, për një herë bëhet tradhtar dhe i vendoset bishti, krahasohesh me lloj-lloj kafshë të egër. Në qoftë se këto ndodhin në politik, në fakt kjo do të depërtojë në çdo porë të shoqërisë sonë. Dhe unë këtu e shoh rrezikun e vërtet. Nuk e shoh si rrezik personal as pak, këtë t'ju siguroj. Rreziku i vërtet është që sot të mri me një pikë ku e vërteta më s'do të ketë rëndësi, ku realiteti nuk do të ketë më rëndësi, ku puna e ndershme nuk do të ketë më rëndësi, por do të ketë rëndësi një imazh me inteligjencë artificiale që ta marrën dikush. Dhe sot kjo i bëhet politikës, nesër do t'i bëhet fëmijëve në shkolla. Pra nuk do të ketë më rëndësi nëse fëmia është fëmijë i mbar, nëse mëson, i kryen detyrat, është i edukuar dhe punon për suksese. Çka do të ketë rëndësi është çka dikush aty në shkollë ja ka përgatit një lloj imazhi me inteligjencë artificiale nëpërmjet së cilës ja shkatron jetën, ja shkatron fëmirinë dhe potencialin. Pra bon ndaj grave. Dhe tani natyrisht, sidomos ndaj grave. Kështu që unë besoj që kjo mbi të gjitha do të jetë thirrje për nanat shqiptare. Thirrje për nanat shqiptare gjithandej. Nanat shqiptare le ta shohin këtë fushat. Le ta shohin këtë fushat, me të cilën sot po përballet një nanë e dy fëmijëve, e nesër do të përballet secila nanë, e cila punon ndershëm, e cila punon edhe për familjen e vet, edhe për interesin e gjithëbashëm, edhe për komunitetin e vet, sepse kur kjo ka rri deri në këtë nivel, ju siguroj që kjo nesër pas nesër do t'i prek secilën fëmijë, secilën grua, dhe kjo është betejë vërtet, nuk është më për mua betejë politike. Nuk është fare betejë rreth asaj se kush do ta ketë nesër pas nesër ulsën e kryeministrit, presidentit. Është betejë për vlera njerëzore. Është betejë për të mbrojtur vlerat, të cilat neve gjithmonë na kanë mbajt të fortë si popull. E ato vlera kur shkelen, unë ju siguroj që kushdo që i shkel ato, mua do të më kenë përballë. Dhe unë do t'i mbroj këto vlera prej çdo kujt që guxon me i vendos ato në test. Dhe mendoj që këtë do ta kemi test si popull, si kombë e si shtet. Dhe mos të lejojmë që propaganda të jetë më e fuqishme se sa e vërteta. E kuptoj që është shumë vështirë në epokën digjitale, por i lusë qytetarët tonë
i lusë qytetarët tonë, që para imazheve të ndërtuara me inteligencë artificiale, ta shohin një punë 5 vjeçare, të cilën e kanë të vërtet. Ajo punë është e vërtet. Dhe pastaj ta bëjnë bilancin. Unë e kuptoj që mund të ketë mos pajtime rreth qëndrimeve të mia. E kuptoj që mund të ketë interpretime të ndryshme rreth qëndrimeve politike, por ta bëjmë betejën tonë mbi baza të këtyre dallimeve. Po, vetëm zonë Osmani, pajtona me ju, pra për këtë pjesë. Po ne shohim që viteve të fundit, polarizimi shoqëror ka mri në ekstrem, pra në majet më të larta. Asnjëherë nuk di, pra përveç periudhës pas luftës, që Kosova ka pas këtë ndarje kaq të madhe e cila ekziston. Edhe këto ka bërë pushteti 5 vjeçar, në cilin edhe ju keni qenë presidente. Për shembull, gazetarët këtu janë linçu vazhdimisht. Madje ka edhe komunikata të AGK-s edhe ndaj jush për ato çfarë ju keni thonë për gazetarët, ose për pjesën tjetër ku ju, sidomos te pjesa e medjave, nuk keni reagu në shumicën e raste, pra keni qenë selektive në reagim ndaj fushatave denigruese, linçuese, akuzave e tjerë që ka bërë pushteti aktual ndaj media në këtë rast. Jo, nuk do të thoja që kam qenë selektive. Në fakt, kudo që kam marrë pjesë, në çdo konferencë për integritetin e lajmeve, në çdo rast që kam pas mundësi që të flas për të drejtat e qytetarëve tonë, unë kam folur për gjithësi. Tani ndoshta nuk kam reagu për secilin veç e veç, mirë po një deklarim i një institucioni si presidenca, ku flet për integritetin e medjave, për ruajtjen e të drejtave të tyre, për lirinë e fjalës, e cila natyrisht duhet edhe unë, edhe ju, ta kuptojmë njëkohësisht që nuk është absolute, as me kushtetut, as me Konventën Evropiane për drejtat e njeriut, dhe nuk duhet ta marrim si të tillë. Prandaj edhe as nuk jam pajtuar, as nuk pajtohem sot me ato komunikata të AGK-s, të cilat kanë qenë komplet të njanshme, asnjëherë nuk e kam paraqit edhe anën tonë si presidenca apo timën si Vjosa Osmani, kur jam goditur pa asnjë të vërtet, kur janë thënë gjëra edhe linçime besa në për studio, kundër meje, kundër familjes sime që s'kam pasur të bëjnë me të vërtetën. Tani unë ato të gjitha i kam dërguar në gjykat dhe do të përballim nëpërmjet atyre padive për shpifje në këto gjykata. Mirë po, në qoftë se dikush ka pritur që unë goditem, thuhen shpifje kundër meje dhe unë thjesht e mbylli gojën, më falni, por edhe mua më është dashur ta mbroj integritetin dhe dinjitetin edhe institucional edhe personal. Po flas edhe për sulmet fizike, pra që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Unë dua t'ju siguroj që sa herë është bërë. Dehumanizuese që kanë ndodhur ndaj gazetarëve. Një gjë dua ta them që se kam thënë më parë, kur ka pas sulme fizike ndaj gazetarëve, unë i kam thirrë institucionet e sigurisë në zyre dhe jam siguruar që të ndërmerren të gjitha masat në mënyrë që edhe të gjinden fajtorët, dhe shpeshherë nuk ka pas kjo të bëj vetëm me lirinë e fjalës, kanë qenë edhe gjëra më serioze siç e dini, involvim të njerëzve ekstremistë shumë çka tjetër, pra rreziku ka qenë shumë i madh për te lirisë së fjalës, dhe urgjentisht i kam ftu institucionet e sigurisë në zyre dhe kam kërku që urgjentisht të ndërmerren masat edhe për mbrojtjen e gazetarëve, por edhe për vendosjen para drejtësisë së personave të cilët i kanë kryer këto sulme. Pra, detyra e një presidenti nuk është të merret veç me fjalë. Detyra kryesore është të ndërmerr vepra, të ndërmerr veprime në mbrojtje të gazetarëve dhe këtë e kam bërë çdo herë. Në çdo komunikim me institucionet tona dhe në çdo komunikim që e kam pasur edhe me partnerët ndërkombëtar kur kemi folur për këto tema. Okej, po duam të kthy edhe një herë te çështja e moskandidimit e pastaj po duam të dalë te pjesa e ndoshta flasim pak për të ardhmen se moskandidimi është kry. Po, vetëm një pyetje kam. Pra te pjesa, meqense thatë që në dhjetor më është premtuar, po ashtu edhe në janar, që është insistuar. Nuk po flasë në terme premtim, garantim, ne kemi pas diskutime. Po, që ka ndodhë ndërmjet? Ndërmjet, ne shohim që ka ndodhë bordi i paqes. Po. Antarësimi i Kosovës në bordin e paqes. A është kjo një prej pikave që e kanë bindë zotin Kurtin që duhet me qenë presidenc dikush që nuk merret me politikë të jashtme? Qofse është ashtu është gabim i madh. Për shkak se Kosova, pavarësisht kush është kryeministër e president, duhet ta shfrytëzoj mirë dhe mençur një relacion të fuqishëm që e ndërton cili do politikan i Kosovës me shtetet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në qoftë se nesër pas nesër, dikush tjetër në institucionet tona, qoftë deputet, qoftë ministër, qoftë kryeministër, qoftë president,
e ndërton një relacion të fuqishëm me dikë si SBA dhe me presidentin Trump, ajo duhet të mbështetet, ajo duhet të shfrytëzohet në të mirën e Kosovës e jo të pengohet. Pra në qoftë se e ka menduar ashtu është gabim jashtëzakonisht i madh. Çfarë mendon zoti Kurti për bordin e paqes? Besoj që mund ta pyesni vetë. Për shkak se ne i pam që ju i takut liderët e opozitës, nuk pak fotografi me zotin Kurti të pjesa pra e antarësimit Kosovës në bord paqes. Ju siguroj që ka qenë i ftuar. Po ka qenë i ftuar. Por nuk ka ardhur. Ka qenë i ftuar, nuk kemi pasur takim për atë temë, përkundër përpjekjeve tona, edhe kur kemi mrit në Davos, edhe pas Davosit, edhe para takimin në Washington. Megjithatë, dua ta sqaroj sepse ka thënë edhe kryeministri Kurti vet publikisht, pra nuk është që ndonjëherë është shfaqur ndonjë hezitim publik spaku rreth kësaj çështje, përkundrazi kur FSK-ja, komandanti FSK-s ka marrë pjesë në takimin në Doha me ftesë të ushtrisë amerikane, ka qenë edhe atëherë në dhjetor, natyrisht edhe qeveria ka qenë e njoftuar, edhe ne kemi dhënë pëlqimin tonë si Republikë e Kosovës, pra edhe ne, edhe qeveria, edhe të gjithë, edhe si president se kam dhënë pëlqimin për komandantin e FSK-s për shkak të linjës komanduese, që të marrë pjesë dhe të shprehë interesimin që edhe Kosova të kontribuoj me mision paqëruetës në Gaza, por ta kemi të qartë. Bordi i Paqes është më shumë se sa veç misioni në ISF. Bordi i Paqes është një organizatë ndërkombëtare që do të ketë peshë të madhe në historinë e botës dhe jo vetëm në vitet që vinë. Presidenti Trump e ka vendosur që atë ta bëjë një prej organizatave më të suksesshme. Dhe për Kosovën, një shtet i cili bllokohej nga Rusia në Kombet Bashkuara, bllokohej në Këshill të Evropës për shkak të qëndrimit serb dhe disa shtete evropiane që jemi interesante se çfarë mendon Serbia. Jemi bllokuar në OSBE prej fillimit shkaku i Rusisë, bllokohemi në mekanizma të tjerë, siç e dini, për ne të na hapet dera nga SBA-t në një organizëm ku jemi shtet themelues dhe askush nuk ka veto për të na bllokuar dhe na hapet rruga të flasim edhe me shumë shtete tjera që nuk e kanë njohur Kosovën dhe të cilat personalisht ma kanë thënë aty për aty, tani për ne ndryshon gjithçka. Sepse deri tani kemi pritur mos po antarësohen në Kombet Bashkuara, por tani ky relacion i Amerikës dhe i presidentit Trump me juve për ne ndryshon gjithçka. Dhe ne kemi vazhduar komunikimin me këta lider sepse na janë hapur rrugë, po flas për shtete shumë të fuqishme dhe të mëdha. Nuk po na tregon se çfarë mendon zoti Kurti për bordin e paqes. Prap po e them, kurdo që vjen në studiot e ju nëse vjen mund ta pyesni se çfarë mendon për bordin e paqes, por do ta ketë mundësinë që kur marrëveshja e antarësimit, jo, në asnjë moment mua nuk më ka thënë që është kundër. Por marrëveshjen e antarësimit unë e kam dërguar për ratifikim në kuvend, do duhej i ftoj që ta vendosin urgjentisht në rendin e ditës, sepse nuk ka asnjë arsye të vonohet më, dhe i ftoj të gjithë deputetët e kuvendit. Nuk ratifikohet pra që ta humb këtë antarësim edhe çfarë do të ndodhë tutje? Kosova rrezikon raportin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe garancën amerikane në qoftë se nuk e bën një gjë të tillë, këtë u a them me përgjegjësi të plotë. Kjo është e para. E dyta, më lejoni ta them një gjë. Do të ishte turp për Republikën e Kosovës, sikur kjo marrëveshje mos t'i merrte 110 vota. Në fakt 111, sepse pres edhe nga deputeti, edhe pse tash ai është ministër në fakt, por besoj që dikush nga partia Zotit Rashi që është aty në kuvend. Pra, së paku 110 vota për duhet t'i marrë kjo marrëveshje, siç i mori edhe në Shqipëri, votat të gjithëve, pa dallim polarizimit ekstrem, sepse raporti strategjik me SBA-t nuk do duhet të na ndonte kurrë. Është e rrezikshme në qoftë se ky raport vendoset në pikë pyetje. Ama qëllimisht nuk është dërguar ajo për ratifikim, apo? Unë e kam dërguar menjëherë pas konstituimit të kuvendit, e kam dërguar për ratifikim, përkundër faktit që kam pasur kompetencat që ta nënshkruaj dhe edhe nënshkrimit të vlente si ratifikim, unë kam dashur që të ketë legitimitet dhe mbështetje shumë të gjerë politike. Dhe kjo bëhet duke e dërguar në kuvendin e Kosovës, sepse ky në ne nuk është antarësim i përhershëm, është për vitet e para, dhe dyta asnjë cent nuk kemi dhënë ne për kushtim që do ta japim aty. Pra nuk është që ka ndonjë implikim financiar në këtë fazë, pavarësisht gënjeshtrave që i keni dëgjuar aty këtu duke u thënë, pra ky antarësim nuk krijon implikime financiare dhe ky antarësim
nuk e vendos sovranitetin e Kosovës në pikpyetje, pra nuk delegohet sovranitet sikurse në organizata të tjera ndërkombëtare. Pra, për këtë arsye, edhe njëri bëj thirrje të gjithë deputetëve pavarësisht partisë. Ruajeni këtë raport si sytë e ballit. I duhet Kosovës, i duhet paqes, i duhet fëmijëve tanë që ata të ndihen të sigurt siç jemi ndier ne këto 27 vite pas luftës. Është e domosdoshme që këtë mbështetje ta japim si unanime dhe ta ridëshmojmë edhe një herë orientimin ton pro-perëndimor e pro-amerikan, sepse ne do të vazhdojmë të përballemi me sfida. Serbia nuk shkon askund, aty do ta kemi. Dhe kur përballemi sërish me ato sfida, neve do na duhen SBA-t. Dhe duhet sigurohemi që në atë moment kur i thrasim, na përgjigjen ashtu siç më jam përgjigjur kur i kam thirrur në natën e Banjskës. Duhet i kemi prap aty, ashtu siç ka thënë presidenti Trump, vetëm një thirrje larg. Duhet sigurohemi, tani është në duart e deputetëve që këtë sigurisë ta mbajnë të fortë dhe unë shpresoj shumë që asnjëri prej tyre mos ta vënë në dyshim. Okej, ndoshta do ta ratifikoj, nuk e di, meqense se janë edhe një 20 ditë në dispozicion, meqense se gjykata e ka bërë dekretin tuaj null për shpërndarjen e Jo, nuk ka thënë askund që dekreti është null. Ajo është nuk prodhon efekt në asnjë lloj efekti. Po, por është tjetër që nuk e ka quajtur null. Vetëvendosje e konsideron si shkelje të rëndë të kushtetutës nga ana juaj. Sikur gjykata kushtetuese të donte të kualifikonte diçka si shkelje kushtetuese apo shkelje të rëndë, ju siguroj një gjë që këtë gjë do ta shkruante dhe do ta thoshte. Gjërat që më akuzojnë mua për shkelje, njerëzit që më akuzojnë për shkelje kushtetuese bëjnë keq lexim të qëllimshëm dhe totalisht politik dhe do të ja fushat zgjedhore. Është fushat zgjedhore, nuk është asgjë tjetër, sepse kushdo që e lexon atë akt gjykim të gjykatës kushtetuese e sheh qartë. Në 1. Gjykata ka konfirmuar argumentin ton juridik se afati 60 ditor do duhej të shfrytëzohej para afatit 30 ditor dhe ka refuzuar kërkesën e vetëvendosjes që të vendoste ndryshe. E dyta, gjykata ka refuzuar kërkesën e vetëvendosjes që t'i detyroj deputetët që të veprojnë kundër mandatit të tyre të lirë, siç e parashë kushtetuta dhe detyrohen ata të marrin pjesë në votim. E treta, gjykata kushtetuese po ashtu ka refuzuar kërkesën e qartë të lëvizjes vetëvendosje dhe të kryeministrit në këtë rast që ta shpall dekretin si shkelje të rëndë të kushtetutës dhe nuk e ka bërë këtë gjë të tillë. Arsyeja e vetme pse dekreti thot nuk krijon fuqi juridike, në fakt janë 2. E para, për shkak se këtë gjë e kemi thënë edhe ne në komentet që kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, madje edhe në konferencën për media, unë e kam sqaruar, nuk është dekreti ai që e çon vendin në zgjedhje. Është dështimi i deputetëve për ta zgjedhur presidentin. Ne kemi thënë edhe në komentet tona të njëjtën gjë që e konkludoi gjykata kushtetuese. Pra, ne me dekret nuk krijojmë asnjë realitet të ri juridik. Është formalizim i një realiteti juridik të cilin e krijon vetë kuvendi. Dhe i cili tani, në momentin që skadojnë ato ditët e mbetura, prap do t'jetë realitet juridik që e krijon kuvendi. Këtë gjë e kemi thënë ne dhe në tërësi është pajtuar edhe gjykata kushtetuese. Dhe e fundit, para meje, dekrete për shpërndarje si formalizime të një realiteti juridik të kuvendit, i cili sipas kushtetutës shpërndahet, kanë nënshkruar edhe plot president tjerë, kanë nënshkruar presidenti Thaçi, kanë nënshkruar ushtruesi i detyrës Jakub Krasniqi, kam nënshkruar edhe unë paraprakisht. Kur deri sot askush nga lëvizja vetëvendosje nuk e ka kontestuar të drejtën e një presidenti që ta nënshkruaj këtë akt tërësisht formal, i cili thjesht e konfirmon një realitet juridik. Prandaj edhe në konferencë për media unë e kam thënë, deputetët e shpërndan kuvendin, nuk kam thënë unë po e bëj këtë punë dhe edhe në komentet e kemi sqaruar, sepse kjo nuk është një gjë që e krijon dekreti si efekt juridik. Këtë gjë e ka thënë edhe gjykata kushtetuese, pra të kundërtën e asaj që është thënë kinë se është shkelje e rëndë e të tjera. Për shkak se akuzat kryesore kanë qenë, pra ju ka qenë pak jo logjike akuza kur thot u shpërnda parlamenti qysh në orët e para të mëngjesit. Po s'kanë qenë ato orët e para, dëgjë, përpara më akuzojshin pse na ke shtru pas orës 4 pas dite, pas orarit, tash pse para dite. Po miratot qeveri që më thonë gjysmë natës, në mëngjes nuk i kisha ndi këto që me dhe e dyta që ka Vjosa Osmani është pjesë një skeme, pra
prej opozitës, prej Edi Ramës, prej tjerëve, disi me... Prej Vučićit e prej Rusisë... Këto zyrtarët se kanë thonë Vučićit, pra e kanë thonë këta komentues, po eksponent televizijës vetëvendosis këta kanë thonë, dhe mbi gjitha, që Vjosa Osmani, pra nuk është njëri i cili mund t'i garantoj 51% në vetëvendosis, për shkak se ne e kemi mbri këto pa Vjosa Osmani. Pra, trijat jenë këto. Një Vjosa Osmani me opozitën, me Edi Ramën, po të nëtën me përmbys pushtetin, pra një lloj puçi, dhe tjetra që s'na duhet ndoshta Vjosa Osmani, me qenë se na pa të i kemi marrë 51% në zgjedhje. Ato janë akuzat pa baza absurde, sepse sikur unë të doja të arzoja qeverin, unë nuk do të kërkoja që të rizgjedhesha, sepse rizgjedhja ime e garanton të vazhdimësin e 51% e jo ndërprerjen e saj. Pra, pikrisht përkrahja në raport me mandatin tim të dytë, e garanton të vazhdimësin, 4 vjetë për qeverin, 5 vjetë për presidencën dhe punë të përbashkët. Pra, si kur unë të kisha planet të tjera, unë fare nuk do të merresha me kandidatur. Si kur unë të kisha planet të tjera, unë do të kandidoja ndoshta edhe në zgjedhjet e dhjetorit. Si kur të kisha planet të tjera, unë do të insistoja që mos të respektohen afatet kushtetuese për t'jepen edhe 60 ditë si që kërkonin mënyrë kundër kushtetuese, mënyrë që të provoj të bëhet një gjë e tillë. Por këto janë vërtet absurde, edhe ju kam thënë edhe më parë, po e them prap, kushdo që ka dëshmi, e nuk kanë, as nuk do të kenë kurrë, natyrisht përveç atyre që i marrojnë me inteligjencë artificiale, që tregojnë jo vetëm jo seriozitet, por edhe rrezik ndaj demokracisë, por me të cilat do të përballim deri në instancën e fundit, për të gjithë ata zyrtarë të cilët më kanë përfshirë mu në çfarëdo lloj skeme, do të përballim në gjykat. Këtë ua garantoj. Të gjitha ata zyrtarë. Me komentues nuk merrem sepse as nuk e di kush janë ata, apo edhe ekzistojnë vërtet si njerëz të vërtet apo thjesht të ndërtuar nga të tjerët, por me ata që janë sot në politik dhe më kanë akuzuar padrejtësisht për pjesëmarrje në skema të tilla, me ata do të merrem edhe në gjykata deri në instancën e fundit dhe ju siguroj jo vetëm sa jam politik, por deri në frymën e fundit. Deri në frymën e fundit. Sepse një gjë duhet ta mbani në mend. Unë kam mbrojtur kryeministrin Kurti kur të gjithë kanë qenë kundër tij. Kur të gjithë kanë dashur ta rrëzojnë, e kam mbrojtur unë. Kush ka dashur? Kurse të gjithë. Kurse ai më rrëzoi mua kur të gjithë në fakt më kërkonin për presidente. Pra, a e shihni dallimin këtu? A e shihni dallimin këtu? Unë e kam mbrojtur kur të gjithë donin ta sulmonin e ta rrëzonin, edhe në momente të rënda, si që ka qenë marsi 2020, edhe në momente të rënda, si që kanë qenë shumë sfida për gjatë këtyre 5 viteve, pra kur të gjithë dëshironin të rrëzonin, unë i dil janë në mbrojtje. Kurse, kur të tjerët, kur populli më kërkonte edhe për një mandat, dhe kur interesi i Kosovës mbi të gjitha e kërkonte një gjë të tillë, ai vendosi ta bëjë të kundërtën. Pra, unë nuk kam kërkuar që të ndërpritet bashkëpunimi. Dhe ky bashkëpunim ka qenë garanca e vazhdimësisë së qeverisë, siç e dini, nuk e deshën, tani unë ju uroj shumë suksese në zgjedhjen e presidentit të ri, shpresoj shumë që partitë do të arrijnë marrëveshje. Pra se s'po duam ju pyet fare për këto, për shkak se një me ju takon partive edhe nuk po duam ju fut në atë nëse gjatë kësaj periudhe, këtyre 20 ditëve. Për shkak se ende përmendet emri juaj. A jeni e gatshme ju? Jo, nuk përmendet. Për shkak ka njerëz që thonë pse se propozon për shkak LDK-ja presidente Vjosa Osmanit. A do të kishit ju sërish njëjtin interesim që keni pas para disa javësh? Nuk dua të flas për asnjë situatë hipotetike, e cila në fakt tani as hipotetike nuk është më. Sepse nuk ka asnjë kuptim që unë të kërkoj tani përkrahje nga partitë opozitare, kur është bërë tepër e qartë, shumë para dekretit, para dekretit, që unë nuk do ta kem përkrahjen e partisë më të madhe. Kjo është bërë e qartë para dekretit. Pra ta shkot dalin dhe thonë dekreti është arsyeja. Jo, është bërë e qartë shumë para dekretit, tani dekreti nuk ka dekret, ju lutem, e keni kohën, ulluni, merruni vesh, zgjedheni presidentin apo presidentën, nuk mundeni më me fajsu Vjosën, çka do që prodhoni është rezultat i juaj. A është të vërtet që ju ka ofruar kryeministri postën e zëvendës kryeministrit dhe ministres jashtme?
Unë nuk I kam kërkuar kur asnjë pozitë, si që thash, edhe çështja e presidencës fillim është hapur prej tij, edhe në 2021 edhe tani, pastaj unë kam vijuar me punën, sepse ashtu jemi pat marrë vesh që të punojmë edhe me opozitën, në mënyrë që të sigurohet kurumi në sallë. Pastaj jam përmendur këto çështje të pozitave të tjera më vonë, kur në fakt kur u pa një punë që bëhej komplet me kandidat të tjerë. Pra, mua më thuhej puno këtu me njerëz të opozitës, kurse ata punonin me krejt kandidat të tjerë, kështu që nuk pat më ndonjë kuptim. Edhe të përmendëm pozita në mes të linçimeve e akuzave të cilat nuk I janë bërë kur askujt në historinë politike të Kosovës, nuk ka ndonjë kuptim, kështu që unë I uroj, si që thash, sukseset gjithë liderve politik, puna ime është me qytetarët. Unë do t'jem në çdo cep të Kosovës, ku ju shohim që jeni shumë aktive. Do t'jem jo vetëm tani, edhe 4 vite të ardhshme, nëse është nevoja edhe më shumë. Se ju nuk po I takoni thjesht si ish presidente, pra ju po I takoni për diçka tjetër. A mund më na shpjegu, si më thonë, të ardhmen tuaj, rrugtimin tuaj të ri politik? Unë po I takoj edhe si ish presidente, edhe si një qytetare e Republikës së Kosovës, e cila është e interesuar t'i dëgjoj qytetarët. Unë I kam takuar shpesh edhe për gjatë mandatit, por politika e jashtme, siç e dini, dhe shumë çështje që kanë pasur të bëjnë me sektorin e mbrojtjes na kanë marrë një pjesë të madhe të kohës. Unë po I takoj sepse dua ta di çka kërkojnë ata prej meje në rrugën përpara. Në asnjë vendim politik deri sot nuk e kam marrë pa I dëgjuar në radhë të parë qytetarët. Dhe pa dëgjuar se çfarë kërkojnë ata prej meje, çfarë lloj angazhimi, ku e kërkojnë atë angazhim, si mendojnë se duhet ta bëjmë, si mendojnë që sa më shumë qytetarë mund të bashkohen në këtë rrugtim. Ulemi bashk, e vlerësojmë punën 5 vjeçare, diskutojmë për atë punë, diskutojmë edhe për të mirat, edhe për të këqijat, edhe për sfidat përpara. Kanë shumë pyetje ata, por kam edhe unë pyetje për ta, sepse më intereson mendimi I tyre, më intereson edhe kritika e tyre, është koha e shkurt, por unë mendoj që vendimet politike që bazohen vetëm në zyra, apo edhe në studio, mos më keq kuptoni, po e them kështu në aspektin pozitiv, sepse ne duhet të jemi edhe në studio, edhe në zyra, ajo kërkohet. Por duke e anashkalu këtë bisedë me qytetarin, nuk kanë destinacion të mirë politik. Pra, edhe për gjatë karrierës sime politike, bazën kryesore e kam pas zërin qytetar dhe njëkohësisht e kam edhe tani. Pra, për këtë arsye po bëhen këtu takime. Një përgjigje konkrete. Pra, pastaj do t'ju pyes se cila do të jetë rruga juaj, po a do të garoni në zgjedhjet e ardhshme, të cilat më shumë gjas mbahen në qershor, e me mundësi që edhe diku ka vera. A do t'jeni pjesë e garës elektorale të ardhshme? Unë nuk e di kur do të mbahen zgjedhjet, por megjithatë, vendimin tim jam duke e marrë bashk me qytetarët. Pyetja ime kudo që shkoj për ta është, në qofse kërkoni angazhimin tim në zgjedhjet e ardhshme, kur do që mbahen ato apo jo? A dëshironi Vjosa Osmanin të vazhdoj bashkë me ju në këtë rrugtim, apo jo? Kjo është pyetja që jam duke a bërë qytetarëve kudo që shkoj, po ju them ekziston një entuziazëm jashtëzakonshëm, një vlerësim jashtëzakonisht pozitiv I punës së bërë, por megjithatë vendimin final do ta marr pas shumë e shumë diskutimeve me ta, me qytetarët. Është zëri I tyre që ka rëndësi dhe siç e thash, ky është kriteri vetëm, ju personalisht jeni sigurt që do ta marr për bazë. Pra, për shkak se I kemi dëgjuar, I shohim fakt edhe njerëzit se çfarë thonë, po ju personalisht, cili është vendimi juaj, apo ende se keni këto, që a do të merrni pjesë apo jo në zgjedhjet e ardhshme? Vendimi im do të jetë vendimi I qytetarëve të kësaj republike, këtë ju siguroj. Njerëzit që marrin vendime të tilla kokë në vete, me pritje tepër të mëdha, etj, ata nuk kanë sukses. Unë nuk I kam marrë vendimet e mia kursit të tilla, jo të izoluara. Nuk janë asnjëherë vendimet e mia politike të izoluara nga qytetarët. Pra, nuk mund të them që unë fillimisht e marr vendimin dhe pastaj dal flas me ta për t'ua komunikuar, është e kundërta.
ata më këshillojnë mua, i dëgjoj, dhe pastaj në fund... Ishte një deklaratë e Lumir Abdigjikut, kreut Lidhjes Demokratike të Kosovës, që tha që synon ta bëj bashkë të djathtën, dhe në atë e përfshiu edhe Vjosa Osmanin, si emër. Madje, ka pas spekulime që ju do të jeni bartës e listës Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e ardhshme. A është e vërtetë? Ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me zotin Abdigjiku, me Lumirin, për një kohë të gjatë, sepse edhe njihemi shumë gjatë, edhe kemi bashkulltuar kur kemi qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur unë jam përjashtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ai ka qenë ndër njerëzit e pakt që publikisht ka kundërshtuar vendimin e atëhershëm. Kemi bashkëpunuar shumë mirë në kohën kur jam zgjedh presidente, siç e dini e ka përkrahur nëpërmjet mundësimit të kuorumit të partisë që ai në atë kohë e udhëhiqte. Për gjatë këtyre 5 viteve, jo domosdoshmërisht gjithnjë jemi pajtuar, por kjo në asnjë moment nuk e ka qenë drejtim të bojkotit, në drejtim të linçimit në raport me mua, edhe kur ndoshta vendimet e njëri tjetrit nuk i kemi parë si të duhura, dhe në të njëjtën kohë kemi mbajt një raport korrekt bashkëpunimi, dhe natyrisht që sa i përket vendimeve politike për të ardhmen, unë e përmenda këtë vendim e marr bashkë me qytetarët e Republikës së Kosovës, kudo që shkoj, edhe ata kanë pyetje për mua, njëjtë sikur ju tani, por edhe unë kam shumë pyetje për ta. Është vullneti i tyre që është baza e gjithçkaje, vullneti i tyre dhe këtë vullnet do ta respektoj deri në fund. Por nuk është e pamundur me pa rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Vullneti qytetarëve do ta përcaktoj rrugën time. Unë për momentin nuk mund të flas për mekanizmat e bashkëpunimit në raport me partitë politike, për shkak se sapo kam përfunduar mandatin tim. Ajo çfarë dua ta sqaroj është që do t'i dëgjoj qytetarët, do ta dëgjoj zërin e tyre. Siç e kam bërë gjithnjë, do ta dëgjoj edhe kësaj radhe zërin e tyre. Do ta shoh ku e kërkojnë ata angazhimin tim, apo nëse thonë mos u angazho, ndoshta s'angazhohem. Varet kënë pyet, nëse i pyet votuesit e VV-s kanë më thonë mos u angazho. Deri sot nuk kam takuar asnjë qytetar që më ka thënë mos u angazho. Nuk i pas hala. Deri tani. Kjo nuk do të thotë që nuk do të takojmë të tillë, nuk do të thotë, sepse siç e përmenda unë nuk dëshiroj me i hy asnjë procesi me pritje të mëdha. Por ju siguroj që i hyj me punë të madhe dhe angazhim të madh. Ishte interesant sjellja e ish subjektit që e themelut ju, Guxos. Pra një deputet dha dorëheqje prej grupit parlamentar, Haxhi Abdyli, po disi partia, pra ajo që nëse mund të quhet parti, pra me qenë se s'ka garuar asnjëherë vetëm, po është subjekt në i regjistrum, pati një qasje disi interesante në raport me juve, thënë kështu mas buti. Për shkak se ju, ata emrat që janë, pra kanë hyrë përmes jush. Pra në kohën për shembull Donika Gërvalla, ku është përjashtuar prej LDK-s, ju ja jepni një dorë asaj, e merrni bashkë edhe kthehej pastaj në 2021 me fnat fitoren e 14 shkurtit ose Faton Peci që ka qenë këshilltar në ministrit LDK-s, po ju i jepni peshën që ka, etj. Disi nuk ishin shumë entuziast në raport me ju. Nuk di nëse ka tjerë, ose çfarë po ndodh aty. Po kisha më dashur një mendim tuaj, qëndrim tuaj. Unë dua ta falenderoj deputetin Haxhi Abdyli, ka edhe deputet të tjerë të cilët e kanë ngritë zërin edhe në takime të grupeve parlamentare edhe në takime të tjera. Kanë mbajtur qëndrim parimor, kanë mbajtur qëndrim vlerësues rreth punës që e kanë bërë si presidente e Republikës dhe rreth kauzës së përbashkët për të cilën kemi punuar dhe jemi angazhuar. Deputeti Abdyli në veçanti ka treguar një qëndrim parimor shkaku i linçimeve të jashtëzakonshme që janë bërë në raport me mua përgjatë kësaj periudhe, të cilat kanë qenë të papranueshme për të. Por sa i përket hezitimit të kujt do tjetër, unë një gjë dua t'ju siguroj, te qytetarët s'po shoh hezitim. As pak, nuk po shoh hezitim. Po shoh besim. Besim po shoh. Ata nuk po lejojnë që propaganda të vendoset para punës së ndershme. Nuk po lejojnë. Dhe kjo është çka ka rëndësi për mua. Isha më dashur në fund një vlerësim tuaj për figurën e Albin Kurtit, për qeverisjen
dhe për atë personalisht? Nuk besoj që jam këtu për të bërë vlerësime të tilla. Unë jam këtu për të bërë vlerësime të punës, të bashkëpunimit, të gjitha i tham paka shumë deri tani. Shumë gjërat të tjera mund të presin për ndonjë fazë tjetër. Unë kam bashkëpunuar me kryeministrin në interes të Republikës së Kosovës. A ja ka vlejt ky bashkëpunim? Kam punuar në interes të Republikës së Kosovës dhe çdo punë në interes të Republikës së Kosovës natyrisht që ja vlen. Kam punuar pa asnjë hile, e kam bërë atë çfarë vërtet kam pas bindje të plotë është në interes të vendit tonë, edhe kur kemi pasur dallime, e kemi operacionalizuar në interes të vendit, sepse ka pas rëndësi në këtë fazë që dikush ta mbajë të fortë aleancën, komunikimin strategjik me miqtë tonë, se ka qenë interes të vendit, se atë askush nuk e bën për vetëm, por bëhet për vendin. Dhe këtë bashkëpunim e kam bërë me besim të plot. Unë kam besu në këtë bashkëpunim. Rrjedhimisht edhe kam dashur që të vazhdohet. Ai ka menduar ndryshe, në rregull është, atë e ka vendosur, ka qenë vendim i tij që mos ta vazhdojmë. A ka përfunduar gjithçka rreth bashkëpunimit tuaj? Dëgjoj, në të ardhmen askush nuk mund të flas apo ta paracaktoj. Në mars, në fillim të marsit të vitit 2020, sikur dikush të më thoshte që në fund të marsit 2020 unë nuk do të isha aty ku kam qenë politikisht, natyrisht unë nuk do ta besoja. Por ju siguroj që çdo vendim që do ta marr do të jetë vetëm në interes qytetarëve. Ne jemi gjithë shqiptar, duhet ta gjejmë më të mirën brenda vetës. Askush nuk jemi perfekt, secili bëjmë gabime, duhet ta gjejmë më të mirën, edhe te partia në pushtet, edhe te partitë opozitare. Mua shpeshherë më kujtohet koha e shpalljes së pavarësisë. Edhe atëherë ka pas opozitë, ose koha e mbrojtjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë. Unë kam qenë pjesë e ekipit, por ka qenë shembull se si kemi punu të gjithë bashkë. Shembull ka qenë. Ne nuk kemi qenë në të njëjtën parti, por mënyra se si i kemi bashku atëherë forcat, edhe partitë mes vete, edhe me juve mediat, edhe me të gjithë të tjerët, në fund ka shku në interes të Kosovës. Prandaj ne duhet ta gjejmë më të mirën të secili dhe të punojmë me atë. Të punojmë me atë të mirë që e kanë dhe të sigurohemi që kjo, kur ti mbledhim të mirat e të gjithëve, kjo të bëhet një më e mirë e madhe e përbashkët në interes të vendit tonë, por natyrisht që mbrojtjen e interesit të Kosovës duhet ta bëjmë edhe duke eliminuar linqimin si metodë, duke eliminuar propagandën si metodë. Nuk do të thotë që gjithnjë të pajtohemi me qëndrime politike, por duhet ta kuptojmë që duhet të mundohemi që të ndërtojmë mura, se mi djegë është shumë letë. Është shumë letë me i djegë ato djegën me lloj-lloj linqimesh, por unë jam i interesuar që me shqiptarët e këtij vendi dhe me secilin qytetar edhe që i takon komuniteteve tjera që beson në Republikën e Kosovës sovrane, në këta kufi të paprekshëm dhe të integruar në institucionet euroatlantike, e në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizion ky që na e la amanet rrugova dhe këtë amanet do ta ruaj deri në fund. Secili që beson në këto parime, unë do të punoj bashkë me ta. Doni Osmani, të falenderoj shumë që ke qenë sonte në presing. Faleminderit edhe juve për mundësinë. 2 orë kemi shku, kam hala pyetje, po do herë tjetër. Herën tjetër do të kemi mundësi. Falenderoj shumë, shikues nderuar. Ishim me presidenten Vjosa Osmani, ne bashkë jemi në Sonrami.